Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Jemi në ditët e fundit të janarit, i cili ka qenë një muaj delikat i vështirë për Shqipërinë, por po kaq problematik edhe për Kosovën. Ka qenë një muaj i vështirë, i mbushur me polarizim të kampeve politike, por duket se nuk ka qenë ky dallimi më i madh dhe ngjashmëria që kemi pasur midis Prishtinës dhe Tiranës. Bëhet fjalë për protesta, pamje të dhunshme, të denoncuara nga policia, nga opozita e Kosovës, se është ushtruar dhunë ndaj protestuesve të tyre, ndërkohë që pamje të dhunshme dhe protestë si ajo e 21 janarit të një viti më parë humbën jetën dhe 4 protestues. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, bëri një krahasim midis janarëve, janarit të Shqipërisë dhe janarit të Kosovës, duke shkaktuar jo pak reagime dhe polemika në të dy anët e kufirit. E sigurt është se pavarësisht të natyra problematikës është krejtë ndryshme dhe karakteristikat janë të ndryshme, duket se ka një ngjashmëri në faktin se në Kosovë deputetët e opozitës arrestohen, ndërsa në Shqipëri deputetët e opozitës kërkohet u hiqet imuniteti. Po a ka vërtet simetri midis ngjarjeve të Prishtinës dhe të Kosovës? Ndjekim materialin nga Mira Kazhani dhe kthehem në studio për t'ju prezantuar të ftuarin e sotëm. Serbia nuk kalon. Me këtë moto në Prishtinë, lëvizja vetëvendosje proteston për reciprocitet me Serbinë. Një ditë përpara zhvillimit të saj, Albin Kurti deklaron se protesta do të jetë paqësore, por se ka si qëllim të tronditë Serbinë. Ju lutem policë, respektoni vendimet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Protesta degeneron në dhunë, policia shpërndan gaz lotësielës dhe përdor makinat e ujit për të larguar protestuesit. Shumë aktivistë të vetëvendosjes arrestohen nga policia. Kryeministri Hashim Thaçi deklaron për Europën e lirë se nuk do të lejojë një 21 janar për Prishtina. Gjatë demonstratës së opozitës mbeten të vrarë 4 protestues. (14 janar Prishtinës dënohet edhe nga Tirana zyrtare. Në një takim mes dy ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Kosovës, zoti Haxhinasto edhe Hoxha i quajnë aksionin e vetëvendosjes si të papranueshëm. Më herët edhe Peter Faith, përfaqësues ndërkombëtar civil, shprehet kundër protestës së vetëvendosjes. Doris Pack në 12 janar kërkon parandalimin e kësaj proteste duke i quajtur një çmenduri. Vetëvendosja bllokon sërish me protestë pikat kufitare me Serbinë. Në një deklaratë për shtyp, vetëvendosja shprehet: më 14 janar, urdhrat e qeverisë ishin shumë më të dhunshëm, mirëpo më 22 janar, ata ishin më çnjerëzor. Pas ekspertizës të FBI, jepet masa me arrest shtëpie për kreun e Gardës së Republikës, Ndrea Prendi, shoferin e tij dhe shefin e IT-s në kryeministri. Prokuroria kërkon imunitetin e 3 deputetëve të Partisë Socialiste. Deputet arrestohen edhe gjatë protestave në Prishtinë. Ky ishte materiali përgatitur nga Mira Kazhani në lidhje me ngjarjet në Prishtinë dhe në Tiranë për sa i takon ngjarjeve të janarit, protestave. Prezantoi pa humbur kohë liderin e vetëvendosjes, zotin Albin Kurti, që është sonte në Tonight. Faleminderit që pranuat ftesën tonë, zoti Kurti. Faleminderit juve. Do ta nisja drejt për drejt me një pyetje që lidhet dhe me këto pamje që pam. Pse zgjodhët të dilnit në rrugë, të protestonit në 14 janar në një kohë që deputetët tuaj të vetëvendosjes ndodhen aty ku bëhen institucionet dhe ku duhet bëhet politika në parlament? Demokracia përfaqësuese është e nevojshme, por është e pamjaftueshme. Pra, nuk mjafton që vetëm në kuvendin e Kosovës ta ngrisësh zërin dhe aty të flasësh për qëndrimet dhe politikat që i ka lëvizja jonë. Është e domosdoshme që të kemi edhe aksione direkte, të kemi demokraci pjesëmarrëse të drejtë për drejtë, dhe ky është në fakt edhe vokacioni ynë si lëvizje, që nuk është parti politike. Dhe konstatuam që është e domosdoshme që të bllokohej hyrja e Serbisë me 14 janare, më pas edhe me 22 janar,
për shkak se kishim një vendim të Kuvendit të Republikës Kosovës, por mbi të gjitha është edhe vullneti edhe interesi i qytetarëve të Kosovës që të mos lejoj hyrjen dhe ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë. 200 maune në ditë vijnë nga Serbia në Kosovë, ndërkohë që Serbia në kushtetutën e saj ka shkruar që Kosova është pjesë e Serbisë. Nuk ne ka paguar dëmet e luftës, 1800 janë ende të pagjetur, janë me mira kriminal që nuk ne ka dorëzuar, shqiptarët në Luginë Preshevës shtypen, diskriminohen, terrorizohen, nuk ne kanë kthyer as fondin pensional, as depozitet bankare të qytetarëve, as regjistrat katastral, as regjistrat civil, dhe Serbia për çdo ditë thotë se kur nuk ta njoh Kosovën dhe asnjëherë nuk do të shpërbëjë strukturat e saj paralele që veprojnë në Kosovë. Domethënë kemi të bëjmë me një shtet i cili ka shpallur veten armik karshinash dhe ne nuk do të duhet që të mbyllim syt ndaj kësaj. Dakor, do t'ju pyes në fakt për arsyet se pse po protestoni, po më përpara doja të ndaleshim edhe tek reagimet që keni pasur për këtë iniciativë tuaj, për protestat. Duket sikur nuk keni asnjë krahun tuaj, as qeverinë e Prishtinës, as të Beogradit, as të Tiranës, as Bashkimin Evropian dhe as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është e vërtetë që ata na gjykuan neve ende pa ndodhur protesta për shkak se kryeministri i Kosovës e portretizoi situatën e ardhshme si tepër të dhunshme dhe mandej zyrtarët e ndryshëm ndërkombëtar u pozicionuan karshi këtij portretizimi. Ai tha që protesta do të jetë e dhunshme sepse kishte plan të dhunshëm për intervenim. Ai na sulmoi dhunshëm me policia ditë, prandaj edhe protesta një mend ishte me pamje të dhunës, por këto pamje nuk i shkaktuam ne për policia. Dhe mos harroni që para se të jenë të rënda pamje të dhunës, janë të rënda dhembje të dhunës. Nuk kemi vetëm pamje të dhunës në këto protesta, por kemi trupa të dhunuar, kemi mendje të dhunuara dhe kjo mendoj që është shumë më e rëndë e më e rëndësishme. Po mund të kishit shmangur? Ne nuk mund të shmangëshim dot kësaj, përveç se nëse do të vendosim që të mos mbanim asnjëherë protestë. Por protesta paqësore është e drejtë universale, madje është liri e qytetarëve dhe është gjithashtu edhe vlerë demokratike dhe e legjshme. Megjithatë, a mendoni se për shkak të protestave tuaj, të paktën ata që janë kundërshtar tuaj mendojnë se me këto protesta ju po faktorizoni në sytë e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë kryeministrin Hashim Thaçi, i cili në këtë moment është personi me cilin ata mund të dialogojnë dhe jep garanci për qëndrueshmërinë e institucioneve? Ndonë se ne si subjekte kemi kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe kemi kërkuar dorëheqjen e kësaj qeverie, kemi kërkuar zgjedhjet parakoshme. Jemi vetëm subjekt opozitar që ka kërkuar këtë gjë. Me 14 janar dhe 22 janar ne po e kërkonim marrjen e pushtetit të Serbisë në Kosovë, në mënyrë që këtë pushtet japim shtetit Kosovës. Pra, s'kishte të bënte kjo me qeverinë. Atë ditë po humbiste vetëm Serbia. Është një gjë tjetër sa asaj doli në mbrojtje qeveria e Kosovës, e cila e ka vënë fëqinësinë e mirë me Serbinë armike para mbrojtjes së interesit politik, ekonomik, por edhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Pra, ne nuk brengosemi se kush është me neve në kuptimin formal dhe të përkohshëm të fjalës. Ne jemi me vullnetin e qytetarëve dhe për këtë punojmë, pra që të emancipohen qytetarët, të bëhen vetja dhe të vetvendosin. Me qytetarët që ju mbështesin dhe ju përkrahin ju? Se jo gjithë kanë votuar për ju? Po, dakord, por ne nuk ju themi qytetarëve e janë i pas nesh. Ne ju themi atyre bëhuni vetja juaj. Ky është koncepti ynë i vetvendosjes. Pra që populli të vendosë për veten e vet, sepse këtë gjë bën më mirë se sa kushdo tjetër. Do të kurti, a jeni takuar me kryeministin Thaçi së fundmi? Jo. Do të ishte më e udhës bisedonit me të tuleshit dhe të përgjigjet dhe ftesët të tij për të takuar? Kemi biseduar në Kuvendin e Kosovës dhe ai aty ka hedhur një mal me shpifje dhe sharje kundër lëvizjes vendosje në një moment kur iracionaliteti dhe ignoranca u bën bashk dhe pati përplot reagime banale ndaj nesh. Ne jemi ata që veprojmë edhe në Kuvendin e Kosovës, por edhe në për rrugët e Kosovës, se fundja dhe protesta paqësore është institucion. Nuk është institucioni vetëm godina, ndërtesa. Institucioni është norma, lirit, të drejtët të cilët ne duhet t'i shfrytëzojmë. Po dhe politika është arti komunikimit. Ndoshta po të komunikonit me kryeministin Thaçi, do kishte qenë më e lehtë të gjeni gjuhët e përbashkëta, aty ku mund keni bashkëpunim. Po nuk ishte e mundur duke pasur parasysh mënyrën se si ai komunikonte me neve. Një mënyrë tërësisht përjashtuese, ku neve na konsideronte më problem se vetë Serbinë. Madje na krahasoi me një kriminal në veri të Kosovës, i ashtu quajtur i Veselinović, për të cilin thashë që edhe Serbia ka hequr dorë prej tij. Domethënë e bëri Serbinë më të mirë sa ai kriminal, duke anashkaluar faktin që atë Veselinovićin e ka prodhuar Serbia, e jo na sjellës.
Si e përjetuat ju deklarantën e kryeministrit Thaçi se vetë vendosja apo siç e quajti ai vetë fundosja do të merrte një paralajmërim dhe do të merrte, nuk do të lejohej të ndodhte janari i Shqipërisë. Si e lexuat ju si vetë vendosin? Ai fliste vazhdimisht për dhunën. Ndërkohë që ne vazhdimisht thoshim se do të jetë protesta paqësore. Ai kishte një plan policor, sepse politika e tij është bërë gjithnjë më shumë policore. Ndërkohë që policinë ka bërë gjithnjë më politike. Dhe ne e pam se ai ishte një lloj sikleti, një lloj paniku, dhe shprehja e atij paniku ishin edhe ato akuza ai mendonte batuta inteligjente që i hedhte kundër nesh që nuk ishin fare të tilla, domethënë bëi fjalë për reagime tërësisht banale dhe më pastaj pas protestës kur u demaskua intervenimi i tij dhe plani i tij në fakt kriminal, atëherë ai filloi që të zbuste sa fjalët, por ai ishte tepër pak dhe tepër vonë. Jo, edhe për ata që e mbështesin kryeministrin Thaçi, u duk se protesta juaj e radhës, ajo 22 janarit, i arriti qëllimin e vetë fundosjes pasi numri i aktivistëve të pranishëm në atë protestë ishte më i ulët. Është e vërtet? Jo, numri i aktivistëve është trefishi i protestës 14 janarit, kishte shumë më tepër aktivistë, por policia nuk intervenoi atë ditë për shkak se e kishte të qartë që pati kundër efekt me 14 janar, mirë po dhunën e zavendësoi me taktika njerëzore, me që rast e lokalizoi protestën në një vend ku na i pamundsoi të gjitha mjetet e logjistikës që janë të domosdoshme për mbarvajtjen e protestës. Domethënë nuk kishim as ujë, as ushqim, as batanie, as tenda, as gjeneratore reflektor, as fuqi me vaj për ngrohje, se atë ditë temperatura ishte -15 dhe u bë pamundur vazhdimi i protestës. Mirë po, ne kemi bërë 2 protesta, edhe këto 2 protesta janë të vetme ditë kur ka pasur reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, e cila nuk na i njeh targat e automjeteve dhe nuk i njeh pasaportat e Kosovës, ndërkohë që makinat prej Serbisë në Kosovë vinë me targat e Republikës së Serbisë. Pra ka një asimetri poshtruese karshines pas gjithë asaj çfarë ka bërë Serbia për më shumë se një shekull me shqiptarët dhe Kosovën. Duhet ndalem dhe pak në analizën për sa i takon marrëdhënies suaj me kryeministrin e Kosovës. Ka gjithashtu mendim analistësh që ju e keni bërë gjithë televizje, gjithë këto protesta për të akumuluar sa më shumë vëmendje dhe për ta faktorizuar vetvendosjen si opozita kryesore në Kosovë. A ka qenë ky qëllimi kryesor juaj? Nuk është ky qëllimi. Ne jemi shumë të njohur dhe shumë aktiv për çdo ditë në Kosovë. Mendoj që intervenimi i policisë në këtë protestën tonë të fundit ishte ai i cili i dha përmasat edhe ndërkombëtare asaj që bëm ne. Pra, nuk ishte qëllimi ynë fare ky. Ne atë ditë dëshironim që t'ja merrnim pushtetin Serbisë, e cila që prej përfundimit të luftës i ka marrur dikun rreth afër 7 miliard euro para prej tregut të Kosovës dhe kësaj e ka zavendësuar në fakt okupimin ushtarak dhe policor të Kosovës me një okupim ekonomik dhe tregtar. Ne duam t'ja heqim këtë pushtet. Zoti Kurti, ka nga ata zëra që thonë se ju po përdorni të njëjtat metoda ndaj Hashim Thaçit që dikur Hashim Thaçi përdorte ndaj Ibrahim Rrugovës. Në një farë mënyrë përpjekja juaj është të bind qytetarët e Kosovës se Hashim Thaçi është tradhtar, është njeri i Serbisë, të njëjtën gjë dikur zoti Thaçi e bënte për Ibrahim Rrugovën. A qëndron kjo kritik? A i keni këtë objektiv? Shikon, njerëzit përpiqen që të gjejnë shpjegime të thjeshta në mënyrë që të mos kenë nevojë të mendojnë më tutje. Po nuk mendoj që ka kurrë analogjie në këtë aspekt, për shkak se PDK-ja kur ka qenë në opozitë, nuk ka dalluar substancialisht prej opozitës dhe nuk i ka përdorur protestat dhe demonstratat. Ne jemi lëvizje politike, nuk jemi parti politike dhe nuk e kemi problem ne kryeministrin, e kemi problem modelin e qeverisjes. Se mund shkoj një kryeministër e të vjen një kryeministër tjetër e të vazhdoj në njërin anë me bisedime me Serbinë dhe në anën tjetër me privatizim të egër neoliberal, s'ka rëndësia ka emrin Thaçi apo si ka emrin ai. Pra ne kontestojmë modelin e tyre i cili është antiqytetar dhe i cili është në shërbim të një oligarkie që ka uzurpuar shtetin. Modeli i tyre Kurti ka marrë votat e qytetarëve të Kosovës. Po është e vërtetë që kanë marrur më shumë se ne vota. Është e vërtetë që çdo e treta votë e tyre është e vjedhur. Organizata për mbikëqyrjen e zgjedhjeve në Evropë, NMO, ka thënë që deformimi i rezultatit të zgjedhjeve i vullnetit të votuesve shkon deri në 38%. E kur 38%
është gabimi në zgjedhje, kjo do të thotë se aty kanë vdekur çfarëdo statistikash. Dhe mendoj që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të jetë kështu. Kemi një rënje të vazhdueshme të këtij subjekti politik, i cili është mizor karshi qytetarëve, servil karshi ndërkombëtarëve. Mendoj që kjo duhet të ndryshojë, edhe Republika jonë me të vërtetë të bëhet republikë e vërtetë e një shteti të pavarur, sepse në Kosovë kemi fenomenin ku Republika parlamentare e demokratike po degradon në republikë qeveritare. Dhe aty ku kemi republikë qeveritare, kemi shumë qeveri e pak republikë. E kam pyetje edhe këtë se më bëri, dua ta caksojmë edhe për televizionistë e Shqipërisë dallimin që i bëni Republikës. Dua të ndalem pak këtu. Duket se nuk keni reaksion vetëm nga ndërkombëtarët apo nga qeveria. Një miku juaj, bashkëpunëtor i vjetër, paktën besoj se e keni ende, Adem Demaçi, është prehur kundër dhunës, në përgjithësi dhunës për të arritur ato që vetëvendosja ka si qëllim, madje ka thënë se protestat tuaja nuk kanë qenë paqësore dhe nuk pajtohet me veprimet e vetëvendosjes. Sipas zotit Demaçi, kryeministri thashë nuk mund të rrëzohet siç mendon vetëvendosja, sepse nuk ka një lider që do ta zëvendësonte aktualisht zotin Thaçi dhe njëkohësisht ai është elastik dhe di të përgjigjet çdo situate. Ju si reagoni për këtë? Nëse unë nuk më duket kjo që është me virtyt kur je elastik edhe i përgjigjesh çdo situate, për shkak se kjo do thotë që përshtatesh prej trysnive të jashtme. Me zotëria Adem Demaçin apo Bacna Adem siç e quajmë ne në Kosovë, ne pajtohemi për shumë shka, po jo për gjithë shka. Ai ka qëndruar 28 vjet në burg dhe është simbol i rezistencës atje. Dhe më thonë, ai nuk ka qenë le të themi asnjëherë kundër protestave, por kjo protest i është dukur atij që nuk i është dukur e dobishme. Mendoj që ai nuk ka pasur të drejtë dhe mendoj se edhe më tutje përkundër kësaj vazhdon të jetë me jetën e tij frymëzim dhe inspirim për neve aktivistëve të vendosjes dhe gjithë të pakënaqërit në Kosovë, të cilët nuk mund ta shohin Adem Demaçin vetëm në dritën e deklaratave të fundit, por si një jetë e përkushtuar për rezistencën shqiptare. Jeni ende në komunikim me të? Takoheni shpesh, zotin Demaçi? Nuk takohemi shpesh, por takohemi. Dhe ai nuk ndan vetëm në këtë rast të njëjtin mendim me vetëvendosjen apo në përgjithësi ka qenë kundër lëvizjes? Jo, ka edhe gjëra të tjera që nuk pajtohet me neve, por ka edhe shumë gjëra që pajtohet me neve. Por nuk është kjo çështje liderësh, domethënë nuk është puna që kush e zëvendëson një lider. Këtu është modeli i qeverisjes, modeli i shtetëndërtimit është i gabuar në Kosovë. Prandaj nuk është këtu punë ky emër apo ai emër i cili do të qeverisë me vendin, sepse nuk po ndërtojmë monarki. Duam republikë, duam demokraci, apo jo? Sipas vetëvendosjes, të paktën në kërkimet që u bëra në protestën e 22 janarit ka pasur element të infiltruar të policisë tek aktivistët. A është vërtet kjo? Në çdo protestë ka ashtu, por në 22 janar ka pas më shumë se zakonisht. Dhe çfarë qëllimi? Pse duhet kishte? Po që mbase në një situatë e cila do të duke e përshtatshme për ta provokojnë policinë dhe kësaj ta fajsojnë vetëvendosjen për iniciimin e dhunës. Mirë, po s'ka ndodhur asgjë e tillë, për shkak se ne kemi pasur nga 250 kujdestar që janë kujdesur që aktivistët e vetëvendosjes do të jenë të padhunshëm gjatë tërë kohës në të dy pikat kufitare. A ishte një gabim strategjik vajtja sërish në 22 janar në Merdan dhe të Dheu i Bardh, ndërkohë që ndoshta ka pasur dhe mendim brenda aktivistëve tuaj protestat të zhvillohet në Prishtinë apo në qytetet kryesore për të dhënë edhe impakt edhe më shumë rezultat se sa të shkojnë në pikat kufitare ku temperaturat arritën në -15 gradë Celsius? Po, në Kosovë ka vend për protesta edhe të tjera, jo vetëm në Prishtinë, edhe në qytetet e fshatra të tjera, për shkak se kemi shumë varfëri, papunësi, problemet e sigurisë, problemet kombëtare. Pra, njëra protestë nuk e përjashton tjetrën. Kjo s'do thotë që ne në të ardhmen bëjmë protesta në Prishtinë, përkundrazi. Zoti Kurti, duket sikur po ju jap vetëm mendimet kundër, po do doja sot të kisha përgjigjet tuaja për sa i takon veprimtarisë vetëvendosjes së fundmi. Kam gjetur një reagim të zëvendës ministrit të jashtëm të Kosovës, zotit Selimi, ku thotë se vetëvendosja nuk ka përkrahje ndërkombëtare dhe shikohet me dyshim nga të gjitha qeveritë miqësore me Kosovën, që e kanë njohur madje Kosovën, sepse në thelb të konceptit tuaj të vetëvendosjes pra qëndron fakti se për kauzën, për çështjen mund bëhet gjithçka, përfshi dhe dhunë. Por nuk është e vërtetë, ne asnjëherë nuk kemi qenë të dhunshëm, asnjëri nuk është lënduar, nuk është plagosur prej nesh, përkundrazi ne kemi psuar në aksionet tona protestuese dhe mendoj që qëndrimet e tilla kanë për qëllim të krijojnë një pamje, një portretizim të vetëvendosjes siç nuk është në realitet. Po dhe ju e pranuat se keni përkrahje ndërkombëtarëve. Po ne kemi shumë më tepër miq ndërkombëtar se këta, sepse këta e ngatrojnë në nështrimin me respekt dhe ngatërrojnë servilitetin me mirësjellje. Këta mendojnë se duke qenë servil, po sillen mirë me ndërkombëtarët
dhe mendojnë që duke u nënshtruar atyre, kjo është respekti. Jo, ne mendojmë që nuk ka respekt pa vetë respekt. Pra, ne duhet të duam e të respektojmë pikës pari vetën. Dhe miqtë ndërkombëtarë që i kemi ne janë të vërtet. Miqtë që i kanë këta nuk janë të vërtet. Këta dominohen prej tyre dhe i përdorin për menaxhim të krizës së përgjithshme, për mirëmbajtje të stabilitetit. Nuk druheni se tingëlloni subjektiv kur thoni këtë? Po, në mendimin tim, miqtë janë vërtet dhe miqtë e zotit Taçi nuk janë vërtet. Po nuk janë, sepse më shumë sundojnë nëpërmjet tij dhe sundojnë atë vetë në mënyrë që të bëhen disa privatizime në Kosovë, të vazhdojmë bisedimet Kosovë-Serbi, sepse Serbia është interesi i madh i Brukselit e kështu me radhë. Po flasim për vende që e kanë mbështetur Kosovën, që ndihmuan për pavarësinë e Kosovës, nuk po flasim për vende që kanë vetëm interese antagoniste në Kosovë. Flasim për vende që e kanë mbështetur për fuqitë më të mëdha që kanë qenë për krah Kosovës. Është e vërtetë që cilat Kosova nuk do të ishte këtu ku është sot. Është e vërtetë që ata e kanë mbështetur Kosovën, por kjo s'do të thotë që po i mbështesin edhe këta qeveritar. Në fakt po i përdorin si vegla. Dhe mendoj që këtu është dallimi, por ajo pse neve dukemi mbase më radikal se të tjerët, është pikërisht për shkak se na krahasojnë me këta politikanë që më spaku janë politikanë. Domethënë na krahasojnë me ta dhe karshi tyre ne dalim radikal, ndonse parimet dhe vlerat tona janë pikërisht ato të Evropës perëndimore. Reciprociteti është vlerë e Bashkimit Evropian. Kam një tjetër akuzë dhe do e përgjigjen tuaj për këtë. Mos po e bëni të gjithë televizje radikale për shkak për të fituar, për qenë populist, për fituar më shumë vota. Kam marrë një reagim të një eksperti të Përballkanit në Washington, Daniel Syer, i cili thotë se Albini nuk do ta ndalë dhunën derisa populli i Kosovës t'ia bëjë me dije se dhuna nuk sjell vota. Edhe atëherë Albini ndoshta është aq i varur sa do të vazhdoj, por shpresoj që zyrtarë të tjerë do ta ndalin. Më mirë ta bëjnë tani, pasi mund të përfundojnë në tragjedi. Shikoni, i gjithë stabiliteti në Ballkan mbahet në kurrë të shqiptarëve. Dhe nëse shqiptarët lëvizin, nëse shqiptarët kërkojnë të drejtat e tyre normale, atëherë quhen radikal. Dhe francezët e gjermanët nuk kanë nevojë të jenë nacionalistë radikal, sepse këtë pjesë u kryen shteti, institucionet e shtetit. Ne shqiptarët e shkret nuk i kemi institucione shtetërore që janë patriotike, nacionaliste, dhe mandej kur ngritet populli në këmbë, na thonë, çojmë ta shqiptarët, kështu që bëjnë trazira, protesta, krijojnë pamje të dhunës, kur në fakt shqiptarët janë të dhunuarit. Domethënë, mund të gjeni çfarë të deklaratash, por ne besojmë që kemi të drejtë dhe në këtë rrugën tonë ne do të ecim drejt. Pra, ne s'kemi, le të themi, armiq të brendshëm në ndërgjegjën tonë. Kemi kundërshtar të jashtëm. Mirë, po mendoj që po forcohemi me kohë dhe këto po ndryshojmë. Për neve kanë menduar para 2-3 viteve shumë më keq ndërkombëtarët se ç'mendojnë sot. Dhe furnizimi i tyre me informata për vetëvendosjen edhe më tutje fatkeqësisht nuk vjen më së shumti prej vetëvendosjes, por prej qeveritarëve tonë, të cilët e thonë 3 fjalë të këqija për vetëvendosjen në takime me ta dhe eventualisht gjysmë fjalë për Serbi, eventualisht. Jeni takuar me personalitetet, me ambasadorët e huaj në Prishtinë së fundmi, pasi deri para disa vitesh, përpara se të hynin në parlament, ata nuk mbanin as kontakte me ju. Tani që ju jeni në parlament. Po, të gjithë neve na kontaktojnë tash sepse jemi subjekti i tretë aty në Kuvendin e Kosovës dhe zhvillojnë takime me neve, por ta keni parasysh që ne vrem një gjë, që ata janë në Kosovë duke u bazuar në paradigmën e stabilitetit politik afatshkurtër dhe jo në paradigmën e zhvillimit të qëndrueshëm të demokracisë e të drejtësisë. Dhe ky është problemi. Pra, ata në Kosovë konsiderojnë që nëse nuk ka luftë sërish, është gjendja e mirë, sepse na krahasojnë me të kaluarën e hidhur e jo me atje ku ne duam të shkojmë. Pra, ka një qasje super konservatore karshinesh, me që rast nuk mendojnë se si mund bëhet më mirë në Kosovë, po se si mund bëhet më keq. Nuk mendojnë se çka mund fitoj Kosova, po çfarë mund të humbas. Dhe prandaj ata janë të kënaqur me gjendjen në Kosovë, të cilën e përshkruajnë me fjalët tashmë të stërpërsëritura, gjendja në Kosovë është e qetë për e tensionuar. E qetë i bie më mirë se në Afganistan, e tensionuar i bie që ne jemi këtu dhe duhet të qëndrojmë edhe më tutje këtu në mënyrë që krizat mos shpërthej. Pra ata e quajnë menaxhim i krizës, jo zgjidhje e çështjes. Dhe këtë ne duam të ndryshojmë. Kjo do shumë punë, por politika në cilën jemi ne, politika e vetëvendosjes është maraton dhe ne jemi të gatshëm për këtë maraton. Mos ndoshta ky reagim konservator, siç e konsideruat ju, i ndërkombëtarëve vjen edhe nga fakti se Ballkani ka prodhuar shumë luftra dhe nacionalizmi ka sjell shumë dhimbje dhe shumë luftra në këtë rajon. Mos ndoshta është dhe një lloj frike për të parandaluar tragjeditë të tjera në të ardhmen? Po, nëse duan një mend të parandalojnë tragjeditë, do duhet që Trysnin ta zhvendosin në Beograd, e pse jo edhe në Athinë, e jo në Prishtinë, e në Tiranë, e në Tetove, në Shkup. Mendoj që duke qenë se stabiliteti në Ballkan po mbahet në kurrës të shqiptarëve, të cilët për vetëm 100 vjet e kanë humbur gjysmën e territorit,
dhe përveç kësaj janë populli më i varfër në Evropë, me papunësinë më të madhe në Evropë. Për të s'kanë përgjegjësi ndërkombëtarët. Po jo, për varfërinë tonë. Jo, nuk po them që kanë përgjegjësi ndërkombëtarët, por ata po vazhdojnë ta mirëmbajnë këtë gjendje në kurriz tonin, sepse ju intereson stabiliteti në vend se të ketë paqe, barazi, drejtësi në Ballkan. Dhe ata shikojnë ku ka më shumë rezistencë ka në Beograd, tek elitat politike. Rrjedhimisht atje bëjnë më pak trysni. Aty ku ka më pak rezistencë, në Prishtinë, aty bëjnë më shumë trysni edhe e mirëmbajnë këtë stabilitet. Po kjo duhet ndryshojë, sepse ne kemi politikanë sot në pushtet të cilët kanë shumë ambicje të mëdha për veten e shumë ambicje të vogla për kombin. E keni vërejtur, ndoshta në Shqipëri nuk është shumë ndryshe. Cilin do deputet ta, kryetar partije që ta pyesësh në Kosovë, a do të bëhesh ministër? Nuk thot jo. A do të bëhet kryeministër? Thot ndoshta mundem. Po ti thua, a je për bashkim kombëtar? A s'bëhet dot ajo. A të bashkojmë Kosovën me Shqipërinë? Jo, nuk është e mundur ajo. A ky të bëhet ministër, kryeministër është e mundur. E unë mendoj që arsyeja shëndoshë, mendja racionale ma thotë që shumë më e pa imagjinueshme është që disa njerëz të bëhen ministra e kryeministra sa të bëhet bashkimi kombëtar. Po jo, do të bëheni kryeministër zoti Kurti? Po këtu nuk këtë po mundohem ta them tërkohën që neve na duhet bashkimi, forcimi, zhvillimi ekonomik e mandej le të bëhet kushdo kryeministër, le të bëhet rradha e tyre edhe po ja plotësojmë dëshirën ka 3 muaj secilit. Po rotacion. Po rotacion po e bëjmë, po le ta kemi më në fund një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, pse jo një ushtri kombëtare dhe të kemi më në fund zhvillim e të bëjmë paqe në Ballkan duke u bazuar në balancat e popujve dhe kombeve që parafërsisht janë të barabartë. Të mbetemi pak tek hyrja e emisionit përpara se të vazhdojmë në pjesët e tjera dhe duhet shkojmë në bllokun e parë publicitar. Si keni përcjell ju si lideri i vetëvendosjes ngjarjet e 20 janarit të një viti të shkuar në Shqipëri dhe a ka vërtet një simetri midis janarëve të Prishtinës dhe Tiranës? Po, sigurisht që ka ngjashmëri, po nuk ka ngjashmëri në kuptimin që thoshte kryeministri i Kosovës. Domethënë, ai dëshironte që t'i friksoj njerëzit se me 14 janar mund të vriteni, siç janë vrarë protestuesit në Tiranë, andaj mos dilni atë ditë, në ndërkohë që ai një mend kishte plan për ndërhyrje të dhunshme, por që fatmirësisht nuk rezultoi me viktima. Ngjashmëria nuk është ashtu siç e përshkruante kryeministri, por ngjashmëria është që në të dy protestat kishte njerëz të thjeshtë, qytetarë të zakonshëm, të pakënaqur me realitetin që e ushtronin të drejtën e tyre për protestë. Një vit më pas ka më në fund një kërkesë nga prokuroria dhe është gjetur dyshohet paktën për vrasjen e një prej 4 viktimave. Ju si mendoni, a ishte ka dy qëndrime në Shqipëri, qëndrimi i majorancës që u mbrojtën institucionet pavarësisht nga kostoja sepse dha sinjalit e ekzistencës së një shteti funksional dhe shteti ligjor në Shqipëri, nga ana tjetër opozita që akuzon kryeministrin Berisha se vrau njerëz të pafajshëm me të padrejtë. Cili është qëndrimi juaj për këtë? Unë nuk i di të gjitha udhësit, ju them drejtën të ngjarjeve në Tiranë, sikurse që i di në Kosovë, por për mua është evidente që qytetarët edhe në Kosovë dhe në Shqipëri kanë shumë arsye për të qenë pakënaqur për shkak se për çdo ditë përballen me pafund padrejtësi që ju bën. Qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë meritojnë shumë më mirë dhe mendoj që dekada e dytë e shekullit 21 është dekada e shqiptarëve, dekada e transformimeve të mëdha, sepse është koha që Shqipëria, Kosova, shqiptarët në Ballkan të faktorizohen. Mendoj që kjo dekadë është zgjidhja, jo dekada që vjen pas saj, sepse shpesh na thuhet që po do të bëhet, por jo ju edhe jo tash, por më vonë dhe dikush tjetër. Në fakt mendoj që është ky brezi ynë i cili ka përgjegjësi që edhe në aspektin e mirëqenies ekonomike, të zhvillimit ekonomik kështu me radhë, edhe në atë politike kombëtare ta bëjë një hov të kombit ton. Por në këtë aspekt, sa i përket konkretisht kësaj proteste, ajo që është e domosdoshme janë hetimet e panshme të drejta në mënyrë që të identifikohen ata që i vranë qytetarët dhe të ketë drejtësi për ta. Mendoj që hetimet të duhen ta zbardhnin të vërtetën dhe ta ndriçonin edhe përgjegjësinë. Nuk e di këtu siç është situata me sistemin e drejtësisë, në Kosovë është shumë keq. Në Kosovë kemi 220.000 lëndë të cilët janë të pluhrosura në përsirtarët e gjykatave dhe prokurorive. E fjalën për dosje. Po, e kam fjalën për raste të pakryera, sepse kemi vetëm 166 gjykatës dhe 78 prokurorë. Pra ka një shpërputhje midis shkeljeve të mëdha të ligjit që janë bërë në njërin anë
dhe numrit të vogël të kapaciteteve në anën tjetër. Ndërkohë që faktorët ndërkombëtar nuk investojnë aty, por sjellin EULEX-in me prokuror, gjykatës dhe policë që kanë imunitet për ligjit, kanë fuqi ekzekutive mbi neve, nuk është votuar asnjëri prej tyre nga asnjë qytetar i Kosovës, dhe ata dosjet i përdorin për të disiplinuar politikanët tonë, kurse sistemi i drejtësisë është para kollapsit. Pra, shqiptarët gjithandaj këtyre kufive që na ndajnë padrejtësisht kanë nevojë edhe për sisteme të drejta të gjyqësisë, kanë nevojë për shtetin e së drejtës, sepse me të vërtetë aq shumë ka padrejtësi të cilët nuk eliminohen, saqë bëhet fjalë për krime të vazhdueshme ndaj qytetarëve shqiptar. Shumë prej këtyre nuk janë të reja, janë shumë të vjetra, vinë edhe për pushteteve të mëhershme. Por kjo duhet ndryshojë dhe mendoj që është koha e fundit për këtë. Dakor. Duhet të shkojmë në bllokun e parë publicitar, në nderuar televizionistë, rikthehemi më njëherë më pas për ta pyetur zotin Kurti për marrëdhënien që ka me qeverinë shqiptare, sidomos pas deklaratave kundër protestave tuaja, por sidomos për të kuptuar më shumë për kërkesën e vetvendosjes mbi reciprocitetin me Serbinë. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer në të pjesë të dytë, drejt për drejt të intervistës me liderin e vetvendosjes, zotin Albin Kurti, dhe Anisa ty ku e lam, zoti Kurti. Çfarë marrëdhënie keni ju si vetvendosje me qeverinë shqiptare, nisur nga fakti se pati një reagim të ministrit të jashtëm kundër protestës dhe kërkoi vazhdimin e negociatave teknike me Serbinë? Po mendoj që nuk ishte qëndrimi drejt, ishte qëndrimi influencuar nga qeveria e Kosovës dhe qëndrimi nuk ishte i drejt për shkak se nuk është se ata nuk më njohin mua. Dhe me thënë, filluan që t'i përsërisin fjalët e qeverisë Kosovës, në ndërkohë që kanë mundur të pyesin, të interesohen dhe të dhënë një vlerësim shumë më të drejtë. Por nuk ka shumë problem, për shkak se ne duhet të ecim shpejt, do të vazhdojmë aktivitetet tona dhe mendoj që të gjitha ata të cilët flasin keq për vetvendosjen në fundit vetes ja bëjnë, sepse koncepti jonë është koncepti drejt. Thotë që popullit vendos për veten, thotë që interesi i përgjithshëm është mbi atë partikular. Dëshirojmë që moralin dhe idealin t'i kthejmë në politikë dhe do të jemi paqësorë në protestat tona, në angazhimet tona. Nëse dikush na portretizon ndryshe dhe i bashkohet akuzave të padrejta dhe shpifjeve, atëherë mund të marrë ndonjë poen aty për aty, po në një plan afatmesëm e pson vet. Prandaj në fakt ata që përpiqen ta dëmtojnë vetvendosjen me akuzat e tilla do ta psojnë vet. Prandaj në fakt nuk jam unë pala e dëmtuar këtu. Janë ata vetë të cilët e kritikuan pa të drejtë lëvizjen vetvendosje sepse u bazuan në këtë portretizim negativ të qeverisë Kosovës. Po me kryeministrin Berisha, çfarë marrëdhënie keni? Kur jeni takuar për herë të fundit me të? Jemi takuar fare shkurtimisht tek presidenca këtu me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë. Ju shprehun ndonjë shqetësim për lëvizjen, për protestat tuaja? Ishte takim kurtoazie me 28 nëntor, dhe më thonë shumë shkurtimisht, vetëm sa jemi përshëndetur në fakt, nuk është se kemi diskutuar kështu. Nuk shkëmbyet pikpamje. Edhe nuk në atë periudhë nuk e dinim që do ta kemi këtë protestë, sepse vendimi për reciprocitet është marrur në Kuvendin e Kosovës me 7 dhjetor dhe me 18 dhjetor në mbledhjen e tretë të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje i kemi dhënë afat qeverisë deri me 1 janar dhe me 14 janar mandej fillua me protestat për shkak se qeveria nuk e ndërmori asnjë hap. Ndërkohë të premten në 20 janar në këtë studio aty ku jeni ulur ju sot ka qenë kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama, i cili i pyetur pse opozita nuk reagoi zyrtarisht ndaj dhunës që ju keni denoncuar në protestën e 14 janarit dhe këtë përgjigje. Ta ndjekim së bashku dhe rikthehemi. Pse opozita nuk mbajti qendrim për protestën e Albin Kurtit vetvendosjes në 14 janar, ku aktivistët e vetvendosjes u dhunuan nga policia e Kosovës? Mendoj që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të mos i dhënë leksione njëri tjetrit. Flas mes Shqipërisë dhe Kosovës. Zoti Thaçi përmendi janarin e Shqipërisë, në janarin e Kosovës. E kisha parasysh edhe mikun tim të shtrenjtë Hashim Thaçi kur e thash këtë. Leksione njëri tjetrit ne do të jemi shumë të kujdesshëm për të mos i dhënë. Unë nuk e di pse Albin Kurti është votuar
aq shumë, por unë di që po të kisha marrë pjesë në atë votim do ta votoj Albin Kurtin. Pse? Sepse është një shqiptar që më pëlqen shumë. Çfarë ka ndryshe nga shqiptarët e tjerë që janë po aq aktiv se ai? Përtej mos dakordësisë me qasjen e tij politike, Albin Kurti është një shqiptar i kulturuar, është një shqiptar i denj, është një shqiptar i ri. Dhe mua më pëlqen shumë. Nga konsiderata për ju, jeni një shqiptar i mirë, por zoti Rama nuk është dakord me linjën tuaj të aksionit, me aksionin tuaj politik, me mënyrën se si e zhvilloni atë. Mendoj që opozita është një gjë edhe vlefshme dhe shumë e rëndësishme në shoqërinë shqiptare, për shkak se ka pozitë pa demokraci, mirë po nuk ka demokraci pa opozitë. Ka opozitë pa demokraci në monarki, në këto republikat qeveritare, të cilat uzurpojnë shtetin, dhe në anën tjetër nuk mund të ketë demokraci pa opozitë, prandaj mendoj që bërja dhe qenia opozitë konsiston jo vetëm në kuvend, në parlament, por kudo që janë qytetarët. Nuk besojnë që demokracia duhet jetë një ditë në 4 vite, me çast qytetarët zgjedhin të zgjedhurit e tyre, të cilët më pastaj zgjedhin për çdo ditë në 40 në vijim për ata që zgjedhin. Kështu që ndoshta kemi nga pak le të themi edhe botkuptime të ndryshme ku ne demokracinë nuk duam kurse si ta shohim të reduktuar në le të themi demokracinë përfaqësuese së pari dhe së dyti piknisja jonë është vullneti. Dhe kjo mbase edhe e përcakton që aksioni në sferën publike tjetë, le të themi, vokacioni ynë. Duhet të analizojmë situatën, vështirësitë, pengesat, por jo ajo tjetë piknisja jonë, du tjetë vullneti. A ka bashkëpunim midis jush dhe opozitës shqiptare? Konkretisht me Partinë Socialiste zotit Rama? Kemi kontakte, kemi pasur edhe takime, kur ishte së fundi zotri Rama në Kosovë, kemi pasur takim shumë të mirë. Në takim, dhe më thonë, në cilën kemi diskutuar për problemet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Dhe ishte takim i parë që kemi pasur më të gjatë. Kemi pasur një takim duket fare të shkurtër në vitin 2002 nëse s'gaboj, dhe prej atëherë jo, por nuk është se nuk i kemi ndjekur zhvillimet dhe aktivitetet e njëri tjetrit. Por, po them edhe njëherë, ne më shumë përqendrohemi te modeli... Janë kortezie, apo janë takime që ju bëni planet që si mund bashkëpunoni së bashku? Nuk ishte takim kortezie ky i fundit, për shkak se ishte takim më i gjatë, edhe ka qenë takim shumë miqësor dhe shumë i vlefshëm. Por ne kemi takime me të gjitha partitë politike, siç kanë edhe partitë politike këtu në Shqipëri. Dohet ndalesh pak te një tjetër deklaratë e zotit Rama, që politikanët kosovarë gjithashtu të jenë të kujdesshëm kur bëjnë reagime për sa i takon gjendjes në Shqipëri, të kujdesshëm për hir të respektit për njëri tjetrin dhe nuk duhet japin leksione njëri tjetrit. Si e lexoni ju këtë mesazh të zotit Rama? Po besoj që është e drejtë që të mos japim leksione, por natyrisht kjo do të thotë që të mos kemi qëndrime. Por nëse marrim këtë deklaratë në kontekstin e deklaratës së kryeministrit, thotë që atëherë është plotësisht e saktë, për shkak se ai në një farë mënyre bëri një deklarim ku kërcënonte Prishtinën me 21 janarin e Tiranës. Dhe kjo është shumë e padrejtë kur kemi parasysh që në Kosovë ekziston një traditë gjatë e protestave dhe demonstratave. Ta zëm në vitin 1968, parulla kryesore e protestuesve, kur unë s'kam qenë i lindur fare, ka qenë vetëvendosje. Vetëvendosin 68-ën kam bërtitur studentët, kam provëritur në Prishtinë. Pra, ne nuk e kemi shpikur këtë vetëvendosin, ne jemi ata të cilët nuk e kemi braktisur këtë ide dhe e kemi shndruar në program politik. Pra, do të thëmë që si lëvizje që jemi për protestat që bëjmë, s'ka pasur nevojë as të vinë në Shqipëri që të na krahasojë, sepse Kosova nëse ka diçka që si ka munguar kur janë protestat dhe demonstratat. Megjithatë, për ta mbyllur edhe këtë pjesë, e kam në foto dhe është publikuar sot nga Partia Socialiste, zoti Rama do të jetë në Preshev në 28 janar, kam përshtypjen.
do të vizitoj atje. Si ju duket kjo lëvizje ti? Është shumë mirë, për shkak se ata shqiptarë vazhdojnë të jetojnë në Serbi, të zëmë në komunën e Preshevës, mbi 90% janë shqiptarë, mirë po në polici nuk janë më shumë sa gjysma e tyre, në prokurori, në gjyqësi, në administratën publike janë të diskriminuar, kanë shumë problemet kulturës, arsimit, shëndetësisë e kështu me radhë, dhe janë shqiptarë autokton, të cilët e kanë mbajtur në vitin 1991 një referendum për t'ju bashkangjitur Kosovës. Dhe ka një lloj shpërfillje të Prishtinës zyrtare kafshë tyre, dhe mendoj që është shumë mirë që prej sa më shumë zyrtarëve, politikanëve të Shqipërisë të vizitojnë luginën e Preshevës, dhe kur ne themi reciprocitet i plot me Serbinë, në fakt mendojmë që nuk është korrekte që Serbia të kërkojë privilegje për serbët në Kosovë, ndërkohë që u ashkel të drejtat shqiptarëve në Preshevë, kur dihet që shumë më tepër ka përgjithsisht shqiptarë në Serbi se sa serbë në Kosovë. Po shumë mirë që po shkon zoti Rama aty. Juve? Kur është hera fundit që keni qenë atje? Po nuk kam qenë në Serbi prej se jam liruar prej burgut, dhe e kam të pamundur për shkak se ata nuk e pranojnë pasaportën e Republikës Kosovës. Domethënë zoti Rama mund të shkojë atje sepse është nënshtetas i Republikës së Shqipërisë, po si i Republikës Kosovës nuk shkon dot. Zoti Kurti, çfarë humb Kosova po të bisedojë me Serbinë? Nga bisedimet teknike që po zhvillohen në Bruksel. Së pari në këtë dialogun, këto bisedime që po zhvillohen në Bruksel, Kosova është edhe palë edhe temë e bisedimeve. Prandaj qenia e Kosovës është në pyetje. Me një shtet i cili në kushtetutë ka të shkruar që Kosova është pjesë e Serbisë, të bisedosh për çështjet e tua të brendshme, mendoj që është absurde. Dhe Serbia ka interesa negative në Kosovë. Rrjedhimisht nuk mund të negociosh me të pa humbur asgjë. Përkundrazi, mund të negociosh vetëm sa do të humbasësh 10%, 20 apo 30%. Me këto bisedimet me Serbinë në Bruksel, ajo çfarë ka ndodhur është që ne kemi marrur dokumentacionin katastral, vetëm kopje, librat e amzës kopje të tyre, janë dakorduar që pikat kufitare me Serbinë të quhen vetëm pika kaluese, që e bëjnë kufirin ndërkombëtar me Serbinë kufi administrativ, dhe të hiqet fjala Republik në çfarë do komunikimi, bashkëpunimi, në çfarë do marrëdhënie të Kosovës me Serbinë. Pra Kosova e fsheh fjalën Republik nga emërtimi i vet karshi Serbisë. Dhe kjo është shumë e dëmshme. Që Serbia nuk e njeh Kosovën. Kështu që ndoshta është një mënyrë për të negociuar dhe për të arritur në një marrëdhënie tjetër midis dy vendeve. Procesi nuk po shkon në atë drejtim. Domethënë Kosova po mbetet shtet kopje dhe përveç kësaj me në fakt pa republik. Pra, shtet kopje pa republik. Kështu po bëhet Kosova në këtë dialogun me Serbinë, ku Kosova lëshon pe, bën koncesionin në emër të një farë njohje ndërkombëtare nga Serbia në fund, e cila vazhdimisht spostohet në ardhmëri dhe nuk ndodh asnjëherë. Qëllimi i Serbisë është që nëse eventualisht detyrohet nga faktorë ndërkombëtar në një ditë ta njohë Kosovën, atëherë kjo të bëhet vetëm atëherë kur do të asajojë një Serbi të vogël brenda Kosovës, ngjajshëm siç kanë bërë në Bosnjë. Pra Serbia e la Bosnjën jashtë vetës së saj, atëherë kur ju pranua Serbia brenda Bosnjës. Dhe Bosnja sot ka ulse në OKB, gjitha shtetet e botës e njohin Bosnjën, mirëpo është një shtet jo funksional, i cili ka edhe ulse në gjitha organizatat ndërkombëtare, por si hyn në punë kjo përderisa nuk funksionon së brendshme është ndarë. Domethënë Bosnja duket një shtet për jashtë, po shkova aty gjen 2 a 3 shtete dhe mendoj që kjo është një dëm jashtëzakonshëm që është bërë atij vendi, ku në emër të ndaljes së luftës është krijuar një shtet i gjymt. Kosova i ka 2 rrugë, ose do bëhet shtet normal, ose do të bosnjëzohet. Dhe me këtë dialog po ndodh kjo e dyta. Pra, në Kosovë sot nuk kemi as liri brenda Republikës dhe as liri të Republikës. Përkundrazi, liria brenda Republikës po zvoglohet në mënyrë që të zvoglohet liria e Republikës. Po ndalohen protestat paqësore, po dhunohen aktivistët tonë në mënyrë që të vazhdohet me koncesionin ndaj Serbisë, ku neve na tretet Republika. Mbetemi pak te koncesionet. Në një shkrim tuaj të para disa ditëve ju thoni se pushtimi i dikurshëm ushtarak i Serbisë është duke zëvendësuar me atë ekonomiko-tregtar. A nuk bien ndesh me parimet e integrimit dhe ekonomisë tregut të lirë kundër vënia ndaj mallrave serbe? Ndërkohë që dua t'ju jap dhe disa shifra, importet ndaj Serbisë sillen mes kanë qenë 150 milion euro në 2005-ën, rreth 250 milion euro në 2010-ën. Dhe janë sistematikisht më pak se importet e Maqedonisë që hynë në Kosovë.
pa llogaritur këtu shumë fish më pak nga ato që vinë nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Sa i vërtet është ky ashtu quajtur pushtim ekonomik i Kosovës që ju i referoheni dhe nuk ju duket se jeni duke manipuluar me publikun, duke fryrë peshën e eksporteve serbe në Kosovë? Kjo nuk është tregti e lirë, kjo është tregti e shtrenjtë, tregti shumë e shtrenjtë, për shkak se ata të cilët i kanë shkatëruar djegur ose dëmtuar 119.855 shtëpi në Kosovë sipas shënimit të Këshillit të Evropës, ata që na i kanë shkatëruar 60% të baktive, i kanë plashkitur ose djegur shumicën e traktorëve, tash po na i shesin mallrat e tyre për rindërtimin e Kosovës, produkte të ndryshme ushqimore të cilat mund t'i prodhojmë ne vetë, por bujku i Kosovës nuk ka shans të dalë në treg për shkak se Serbia i subvencion, i stimulon bujqit fermerët e vetë dhe kësaj e ka vërshuar Kosovën në mallrat e saj. Domethënë nuk është e vërtetë që ne importojmë më shumë nga Maqedonia, këto janë shifra zyrtare, sepse Serbia fut shumë mallra kontraband gjatë këtyre viteve, qoftë përmes veriut, qoftë në pika tjera kufitare, dhe nga tregtia e lirë me Serbinë ne kemi humbur shumë për shkak se ka qenë e njanshme, ka qenë e lirë vetëm për Serbinë, jo për neve. Ne nuk eksportojmë dot në Serbi. Domethënë, vozitësi, shoferi i maunës, një prodhuesi kosovar, nëse shkon në Serbi, duhet bëhet serb në mënyrë që të shes atje, sepse ti heqin tabelat e Republikës Kosovës, ti vendosin tabelat e Serbisë, ta konfiskojnë pasaportën, ndoshta të çojnë pak edhe në burg, dhe mandej thonë ky malli nuk është i cilësisë së duhur, të maltretojnë dhe të lejojnë edhe të qarkullosh vetëm tranzit atëherë kur ti e pranon Serbinë, kur bësh në shtetas e saj. Pra Serbia lejon mallin edhe qytetarën e Kosovës vetëm atëherë kur ai mall edhe ai qytetar pranojnë që ti nënshtrohen Serbisë. Dhe mendoj se këtu nuk ka kurfar tregti të lirë. Nuk mund të ketë tregti të lirë midis Kosovës dhe Serbisë që derisa Serbia nuk e njeh Kosovën. Nuk ka një rast tjetër në botë ku dy shtete që s'kan marrëveshje të paqes dhe që nuk ka njohje reciproke, që aty të ketë marrëveshje tregtisë lirë. Absurditeti i tillë ekziston vetëm në mes Kosovës dhe Serbisë. Po nga ana tjetër, ata që mendojnë ndryshe nga ju, mund të thonë se jeni duke cënuar interesat e shumë qytetarëve kosovarë që vullnetarisht zgjedhin për nga cilësia, për nga shija që e kanë të vjetër të trashëguar, zgjidhin mallrat serbe dhe ju po ja ndaloni këtë mundësi. S'ka asgjë vullnetare kur ti je shumë i varfër. Në Kosovë 45% e popullsisë jetojnë me më pak se $1 në ditë, 18% në varfëri të thellë jetojnë me më pak se $1 në ditë. Këta janë teoritur për çdo ditë për shkak se si marrin dot 2100 kalori që janë të domosdoshme për një organizëm normal të njeriut. Dhe prodhimet e Serbisë është e vërtetë që janë një çik më të lira. Mirë po Serbia po i shfrytëzon disa importues kosovar, të cilët po i sjellin mallrat e Serbisë dhe po u hedhin para syve popullsisë së varfër. Mendoj që ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik pa prodhim vendor. Dhe prodhimi vendor po e pamundson Serbia. Në kohën kur kishim reciprocitet, pasi që u vra policia në Verzëmberi, prej 26 korrikut, deri me datën 15 shtator, prodhimi vendas në Kosovë u rrit shumë, ndërkaq importi nga Shqipëria u trefishua. Dhe kjo është zgjidhja pra. Kosovë-Shqipëri të bashkëpunojnë për të forcuar prodhimin, sepse jam i bindur që Serbia është rrezik për Kosovën e Kosova është shans për Shqipërinë, edhe në aspektin ekonomik. Kjo duhet të jetë rruga përpara nesh në aspektin e zhvillimit ekonomik. Pra, në 14 dhe 22 janar, ju protestuat që të zbatoheshin masat e reciprocitetit me Serbinë, apo të mbronit prodhimet vendase? E njëjta gjë është, ne ishim në mbrojtje të Republikës për reciprocitet me Serbinë për prodhimin vendor. Bujqit, fermerët kosovar nuk po mund t'i hapin syt prej Serbisë, sepse Serbia edhe kur u mbyll kufiri për të pas vrasjes së policit të Verzëmberi, ajo dha 30 milion euro për fermerët serb në mënyrë që të mos dekurajohen ata para se të hyjnë mallet e Serbisë sërish. Problemi është që politikanët që janë në qeveri sot janë të lidhur me tregtarët që sjellin mallrat e Serbisë. Këta të dytët u financojnë fushatat parazgjedhore e mandej këta u kthejnë me tolerimin e tregtisë së tyre. Kombin shqiptar, në përgjithësi, shtetet tona nuk mund bëhen bashkë duke u bazuar në tregti, sepse tregtarët shesin e blejnë, këtë e bëjnë edhe me shtetin e me flamujt, prandaj është domosdoshme që shtetet tona të bazohen e të lidhen me prodhuesit. Prodhuesit vendas na e bëjnë bashkimin kombëtar, jo tregtarët. Po nëse jeni për reciprocitet, megjithëse ju po thoni që nuk ka prodhim në Kosovë, pa do të ishte njësoj sikur mallrat e Kosovës të hynin në Serbi, do ta kërkoni këtë reciprocitet dhe të lejohen të hynin atje? Po nëse Serbia na njeh neve, dhe nëse Serbia na i paguon borxhet që ka, atëherë kjo është një Serbi tjetër dhe me të do të mund të ndërtoni marrëdhënie normale. Dialogu aktual në Bruksel, që kinse po bëhet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi,
po e transformon Kosovën, jo Serbinë. Ne duam një situatë ku ndryshohet Serbia, jo Kosova. Serbia duhet të ndryshoj. Qeveria e Kosovës po sillet thu se Kosova i ka bërë Serbisë e jo Serbia Kosovës. Do të thonë, nuk na kanë paguar dëmet e luftës, asnjë cent nuk na kanë dhënë për këtë që kanë bërë në Kosovë për një shekull. Nuk mund të kemi marrëdhënie normale me ta. Pra, atëherë kur transformohet Serbia, pendohet, kërkon falje, na i paguën dëmet, e njeh Republikën e Kosovës, pranon dokumentacionin e Republikës Kosovës, atëherë do të mund të zhvilloni me tregti të lirë, po jo deri atëherë. Po nuk mund të bashkoheni drejt rrugës për në Bruksel së bashku me Serbinë, pasi nuk mund ta pretendoni këtë që Serbia të thotë po, e njoh Kosovën, i njoh të gjitha. Nuk ka ndodhur. Sigurisht është një qëndrim që me vitet ka ndryshuar në raste të tjera, ka ndryshuar në rastin e Slovenisë, në rastin e Kroacisë, me Kosovën, të paktën në deklarata e fundit e Tadićit në Kosovë ka qenë se nuk do ta njoh kurrë Kosovën. Në këto kushte, a mos është ndoshta më mirë që të pranohet të ecni kështu së bashku deri sa të arrini bashkë në Bruksel dhe mandej ti keni zgjidhur gjitha kontradiktat tuaja? Me këtë dialogun në Bruksel, Serbia po i afrohet Brukselit, ndërkaq veriu i Kosovës po i afrohet Serbisë. Nuk ka dobi për neve aty, përveç se është poshtruese, sepse janë bisedime pa parime. Janë bisedime pa parime dhe për çështjet brendshme të Kosovës. Janë bisedime që mbështeten nga të gjithë partnerët e Bashkimit Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga të gjithë partnerët ndërkombëtar. Po, ata mbështesin për shkak se qeveria e Republikës Kosovës, duke qenë korruptuar dhe shantazhuar, ka hyrë në këto bisedime. E keni parasysh që rruga e Serbisë për në Bruksel kalon nëpër Kosovë, por rruga e qeverisë Kosovës për në Bruksel kalon nëpër Beograd. Pra, Serbia ka një lloj varësie tash. Në kushtet kur Beogradi nuk e njeh Kosovën. Drejt përse drejt ose nëpër Tiranë. Domethënë, nëpër Kosovë kalon Serbia për në Bruksel, sepse pa i normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, nuk ka mundësi që të avancojnë integrimet evropiane. Kosova e ka një levë të fuqishme në duart e saj që ta kushtozojë Serbinë dhe këtë gjë nuk po e bën. Leva e dytë janë mallrat e Serbisë që na kanë vërshuar tregun. Mendoj që kjo qeveri, duke qenë dëgjueshme në dialogun Kosovë-Serbi, po pranohet në Bruksel. Pra bëhet fjalë për një qeveri e cila Kosovën e ka degraduar në Kosovë të dialogut Kosovë-Serbi. Sot ndërkombëtarët kur mendojnë për Kosovën e kanë të pamundur të mos e paramendojnë Serbinë, për shkak të bisedimeve raskapitëse gjatë vitit 2011. Sa herë që imagjinojnë Kosovën, imagjinarja e tyre kolektive, përftyrimi i tyre i përgjithshëm për Kosovën e ka të pashmangshëm edhe Serbinë. Kjo është saktësisht e kundërta e pavarësisë. Unë kur e mendoj Francën, se mendoj edhe Gjermaninë, e mendoj veç Francën. Por ndërkombëtarët kur e mendojnë Kosovën, s'po mund të mos e mendojnë edhe Serbinë. Sepse me këtë dialog, por duhet ndërpriten bisedimet. Dhe në bashkëpunim me Serbinë, nuk bëhet sovrane Kosova. Kush është sjellur mirë me Serbinë e ka bërë Serbinë të keqe. Nuk bëhet Serbia e mirë duke u sjellur mirë me të. Serbia bëhet gjithnjë më e keqe kur sjellesh mirë me të. Mendoj duhet t'i kthehemi vetës. Prishtina dhe Tirana duhet të bashkëpunojnë. Shqipëria ka det, ka male, ka ujëra, Kosova ka fusha, ka çmyr, thëngjell dhe mund të integrohemi me njëri tjetrin, të bashkohemi, jemi një popull, një vullnet, një interes e kemi. Domethënë, pse të mos drejtohemi te njëri tjetri? Ç'është kjo varësia jona pa lidhje kështu Serbi, Greqi, ku diun Maqedoni. A është e turpshme që 1.2 milion Maqedon të kenë bilanc tregtar pozitiv me 7 milion shqiptar? Kjo është e turpshme. Ose Kosova nga pala shqiptare. Kosova ka bilanc tregtar negativ me Malezi, që ka 4 fish më pak popullsi se Kosova. Por duhet t'i kthehemi prodhimit dhe njëri tjetrit. Do ndalem pak dhe tek teza juaj e bashkimit, por në pjesën tjetër të emisionit, përpara se shkojmë publicitet. Sipas mendimit tuaj, kush e kërcënon më seriozisht sot Kosovën? Rreziku kontrollit territorial, ndarja e mundshme e veriut Kosovës në Mitrovic, apo tezat nacionaliste? Mendoj që ne nuk mund të krahasohemi me Serbinë sa i përket nacionalizmit. Serbia është nacional shoveniste, tradicionalisht ka qenë e tillë. E ka krijuar Jugosllavinë për të zgjeruar në fillim të shekullit 20, e ka shkatërruar Jugosllavinë për të zgjeruar në fund të shekullit 20, dhe nuk mund ta gjeni një shqiptar të Kosovës që ka qëndrim anti-serb ashtu qysh shumica e nomenklaturës, akademisë, kishës ortodokse në Serbi, ushtrisë, policisë kanë qëndrim kundër shqiptarëve dhe Kosovës. Domethënë, atje edhe në bazë të sondazheve, racizmi ndaj shqiptarëve është shumë i madh. Në librat e tyre të historisë ne portretizohemi si terrorist natyror. Librat e tyre të historisë kultivojnë breza të ri me qëndrime anti-shqiptare. Dhe nuk mund të gjeni asnjë shqiptar të Kosovës që thotë serbët e Kosovës duhet të ikin nga Kosova. Por ka aq shumë serb në Serbi, të cilët thonë që shqiptarët duhet shkojnë në Shqipëri.
se kanë vendin Kosovë, se Kosova na qenë ka djepi servis. Pra, nuk është mirë ne të flasim për nacionalizmin shqiptar, ndërkohë që jemi të rrezikuar aq shumë për nacionalizmin dhe të fshinjve tonë. Kontrolli territorial i Kosovës është në rrezik? Është në rrezik sepse nuk po ndërmerr asgjë qeveria e Kosovës që t'i mbrojë kufijt, ta siguroj këtë integritet territorial. Mitrovica është e ndarë dhe mendoj që ky është burimi i përhershëm i mundësive për konflikte e gjakderdhe të reja. Si shihni zgjidhjen në Mitrovicë? Zgjidhja duhet të jetë një kombinim i metodave politike dhe sigurisë njëra anë me ato socio-ekonomike. I kemi rreth 4.000 shqiptarë në veri. Ata duhet të ndihmoshin, të mos lejohet që asnjë shqiptar që ka pronën e tij atje ta shes dhe ta blej Serbia, për ta blej qeveria e Kosovës, për parësinë punësim, në shkollim, në shëndetësi, mandej revitalizimi i Trepçës do të punësonte njerëzit, por duhet që ku janë lagjet me shqiptar të bëhen në stacionet policore, forca e sigurisë Kosovës duhet të shpallët dhe të bëhet ushtri, të merret në kontroll pikat kufitare. Policia e Kosovës me 25 korrekt vitit kaluar dëshmoi që është e aftë dhe gatshme dhe guximshme që ta bëj këtë kontroll, por mungojnë urdhrat për këtë gatishmëri të policisë sonë. Mendoj që ne shqiptarët jemi shumë më të fuqishëm se sa që mendojmë dhe kemi një lloj vetbesimi tepër të madh si individ që bëhet me një mallësi e krekosje, e në anën tjetër një farë inferioriteti të pakuptimt si kolektivitet. Mu duk mua apo dhat një lëvdat, një vlerësim për kryeministrin Thaçi për kontrollin që mori 25 korrik? Dhash një lëvdim për policinë e Kosovës me 25 korrik, dhe jo për kryeministrin Thaçi, i cili ka pritur 12 vjet që ta jap këtë urdhër që të shkohet në pikat kufitare në veri dhe ka pritur më pak se 12 orë që të zbrapset për andaj. Zoti Kurti, duhet të shkojmë në bllokun e dytë publicitar dhe rikthehemi më pas sepse deri më sot ju keni provuar që jeni një opozitar i mirë, një opozitar i rrept që të rri aty për objeksionet dhe përqendrimet e veta. Pa mund të jeni ju një qeveritar i mirë dhe çfarë programi ka vetvendosja nëse do të vinte në pushtet? Pas publicitetit rikthehemi. Jemi rikthyer të nderuar teleshikues, më thon nga regjia që ka shumë mesazhe dhe urpiqim në pjesën e fundit të emisionit ku unë kam konsideruar dhe quajtur pjesa personale e bisedës me zotin Kurti për të adresuar disa prej tyre, po do nis më njëherë me programin ekonomik të vetvendosjes. Zoti Kurti, shpesh në shkrimet tuaja apo në deklaratat tuaja tingëllojnë si një të majte ekstreme neo-marksiste me qëndrime anti-imperialiste kundër privatizimit e tjerë. E di që ju bën për të qeshur, po shumë e mendojnë edhe në Kosovë këtë. A mendoni se kjo ideologji juaja i mban larg shumë patriot, të cilët në një farë mënyre do donin ta mbështesnin kauzën kombëtare, por janë të trembur nga kjo ideologji juaja? Nuk jemi në ekstrem, por etiketat që na i vënë janë ekstreme. Ne jetojmë në një situatë ekstreme dhe paradoksalisht tash kur je normal dukesh ekstrem. Nëse dërgon programin e lëvizjes vendosje kudo në ndonjë vend të Evropës perëndimore, thonë që është i qendrës, nuk thonë që është kur fare majtë ekstrem. Por nëse e pyet cilin do qytetar të Kosovës nëpër rrugët e Prishtinës për çështje të ndryshme sociale dhe ekonomike, secili prej tyre është majtas prej kryeministrit dhe prej qeverisë, të cilët zbatojnë një doktrinën neoliberale që me shaka thuhet, domethënë dogmën e atyre Chicago Boys, që ne të vetëvendosjes i quajmë fundamentalistët e tregut të lirë. Do të thonë këta njerëz të cilët e marrin tregun e lirë dhe privatizimin, deregullimin si një të vërtet matematikore, si një aksiom e cila paraqet parimin themeltar që duhet të përmbushet sepse çdo gjë tjetër do shkojë vaj. Ne pas krizës globale financiare po shihet që duhet të kthehemi prodhimit dhe të spostojmë sa këto dy degët tjera të ekonomisë, shërbimit dhe financave. Që ta bëjmë më të qartë bisedën, ata patriotë të djathtë antikomunistë që do donin të vinin në Kosovë, të investonin, të ishin pranishëm, të privatizonin ndonjë nga ndërmarrjet, pse qëndrojnë larg pikërisht për këtë qëndrimi tuaj? Si mund t'i afroni dhe ata? Në Kosovë nuk ka ndodhur privatizimi mirëfillt. Ne nuk e kemi as manin, po as fobinë e privatit. Por në Kosovë ajo çfarë ka ndodhur është një shitje, a thuaj se ndodhemi para një apokalipse. Pra thua se sikur ata filmat e Hollywoodit që do ta godas një meteor tokën, planetin Tokë dhe tash duhet të shesim gjithçka sa më shpejt sepse po i bie vlera gjithçkave. Domethënë
Në Kosovë, qeveria e ka këtë stil. Nuk kemi asgjë, andaj gjithë shka duhet të shesim. Dhe ky është privatizimi që ta bëjnë, i egër, abuziv, ku ndërmarrjet e ndryshme zhvillimore, publike, shoqërore, janë shitur si asete të vdekura e jo si kapacitete prodhuese. Pra nuk jeni kundër privatizimit, po jeni kundër privatizimit në kushtet kur janë shitur nën kosto apo janë shitur pa vlerën e tyre reale në treg. Nuk jemi kundër privatizimit në kuptimin që dëshirojmë që privatizimin çdo herë t'ja nënshtrojmë pyetjeve të caktuara. Çka të privatizojmë, pse të privatizojmë, si të privatizojmë, kur të privatizojmë, e kështu me radhë. Dhe në fundit interesat e përgjithshme duhet të jenë mbi ato të veçanta, pavarësisht se kush privatizon, sepse mund ta blejë një shqiptar një pronë private, po nesër ja shet dikujt tjetër. Domethënë kjo është kapitalizmi, domethënë pse blen shqiptari atë, ajo përfundon në duar tjera pas nesër. Domethënë sipas të gjitha sondazheve, meqense po mbetemi tek ekonomia, problemet më shqetësuese në Kosovë për publikun janë varfëria, shëndetësia, infrastruktura, problemet që në një farë mënyrë kanë qenë dorë të kosovarëve, të menaxhimit të qytetarëve të Kosovës. Apo s'vall përqendrimi i vëmendjes që ju i bëni tek serbët apo edhe ndërkombëtarët mund t'i shërbejë si një lloj amnistie për këto abuzime që mund të jenë bërë me këto sektorë që unë përmenda më lart, apo që janë sektorë që shqetësojnë më shumë qytetarët? Mos e keni larguar pa dashje, pa vullnetin tuaj vëmendjen nga problemet reale të Kosovës duke u marrë vetëm me reciprocitetin ndaj Serbisë? Mendoj që këto janë të lidhura, spari, së dyti merremi edhe me çështjet sociale ekonomike në mënyrë të veçantë. Për shembull, lëvizja vetëvendosje ka dalur hapur kundër privatizimit të distribucionit të kekut, keshit tuaj. Edhe kemi thënë që në rastin më të keq mund të privatizojmë furnizimin, po jo distribucionin, jo rrjetin shpërndarës, sepse ajo është pasuri kombëtare. Dhe kombi e dim që nuk është vetëm flamuri, po kombi është edhe pylli, nën toka, fushat, uji, liçenet, e kështu me radhë, lumejt, domethënë gjitha këto janë pasuri kombëtare. Dhe në këtë kuptim ne merremi edhe me këto, merremi edhe me problemet e varfërisë, por nështë edhe jo sa duhet, dhe mendoj që në vijem sigurisht që duhet merremi shumë më tepër me këtë. A keni një program konkret si vetëvendosje, si mund ta nxjerrni vendin nga varfëria, apo do të pritet që të zgjidhet çështja e veriut dhe pastaj të shohim se si Kosova mund ta marrë veten ekonomikisht? Nuk i shohim këto gjëra në marrëdhënie diakronike që duhet mbarojnë njëra që të fillojë tjetra. Ne programi jon politik përbëhet prej 100 pikave të cilat janë në marrëdhënie sinkrone me njëra tjetrën, domethënë janë njëkohësisht aty, siç në përgjithësi janë liritë dhe të drejtat ta zëm. Ne mendojmë që në Kosovë nuk mund të ketë kurfar përparimi pa u ndrruar modeli ekonomik. Sot buxheti i Republikës Kosovës mblidhet në kufi, në pikat kufitare, domethënë nëpërmjet doganave, 75% deri në 78% të arkës shtetërore mbushet aty. Kjo është variant mesjetar i shtetit. Shteti është i fuqishëm, jo nëse është i thjeshtë, por nëse është i sofistikuar. Dhe për këtë qëllim duhet që arka e shtetit të mbushet nga tatimet e brendshme, qofshin ato tatimet në fitim apo në paga e kështu me radhë. Mirëpo në Kosovë kemi taksën doganore e cila na mbush buxhetin dhe mendoj se në fillim, pas përfundimit të luftës, qeveritarët kanë qenë të paditur, ndërkombëtarët e kanë sjellë këtë model dhe ai është instaluar aty. Në një fazë të dytë ka qenë një lloj dembelie qeveritare në Kosovë dhe nuk janë marrur me sfidimin e kësaj dhe tash kemi qeveritarë që përfitojnë nga kjo skemë e cila është e padrejtë. Ne jemi për taksë progresive, konsiderojmë që është absurde që TVSH-ja të jetë shesht, si për qumshtin për fëmijë, si për gjërat e luksit. TVSH-ja në Kosovë është 16%, nuk e di në Shqipëri është 19%. 10%. Por në Kosovë është e shesht, nuk është progresive dhe kjo është e padrejtë. Pas keni të njëjtën plan me opozitën shqiptare, Partia Socialiste ka propozuar taksën progresive. Taksa progresive është gjithandej nëpër Evropën Perëndimore. Mandej ne jemi për atë që të mos kushtoj çmimi i njëjtë i naftës, sikur për traktorët e fermerëve, sikurse për jaguarët e fëmijëve të ministrave. Pra, të parët prodhojnë, të dytët ndothin ambientin dhe krijojnë modele të gabueshme sociokulturore. Pra, kjo është, ne mendojmë që shteti duhet të jetë universal dhe solidar.
universal në kuptimin që të gjithë duhet të paguajnë për të mirën e përgjithshme, ndërkaq solidar që ata që fitojnë më së shumti duhet të paguajnë më shumë, ndërkaq ata që s'kan duhet të ndihmohen, sepse shteti duhet të dëshmohet para se gjitha është mbi gjitha për ata që kanë nevojë më shumti. Po nuk mendoni se dekurajoni atë pjesë investitorëve të cilët do vinë në një terren të vështirë siç është ai i Kosovës për të ardhur për të investuar, nuk do kishin arsye nëse fikimet e mëdha nuk do të ishin të larta. 12 vjet politika neoliberale në Kosovë asnjë investitor nuk e pam. Pam vetëm aso investitorësh matrapas që erdhën të na jepin. Domethënë nuk pam korporata serioze të cilët u apo hajrin Kosova. Përkundrazi, edhe na i morën pasuritë e mëdha, e nxorën super profitin dhe lanë gërmalla prapavetës. Domethënë, është një situatë që i përngjan shumë Amerikës Latine të viteve 80-90, e jo shekullit 21, siç e kemi menduar gjithmonë ku do të jemi me mirëqenie të zhvilluar e të përparuar. Meqense po hedhim edhe disa paralele dhe vija ngjashmërie midis Shqipërisë dhe Kosovës, zoti Kurti. Duket se një element tjetër që na bashkon fatkeqësisht është korrupsioni. Korrupsioni i lartë i denoncuar në Shqipëri, i dalë në të gjitha sondazhet me publikun, korrupsion edhe në Kosovë. Do doja të pyesja për ata që nuk i duan shumë shqiptarët, mendojnë se është diçka genetike në fakt. Ju mendoni se kemi diçka ne shqiptarët që e lidhim çdo gjë me korrupsionin? Do doja të pyesja edhe për rolin e Euleksit në luftën ndaj këtij fenomeni. Nuk mendoj që ka asgjë të veçantë për shqiptarët korrupsioni, ai ndodhet në shumë vende të botës, është modeli ekonomik neoliberal ai i cili e ka prodhuar korrupsionin, ku ka korrupsion më të madh se këto privatizimet e egra. Mandej shpikja e vendeve të punës për familjarët ose militantët partijak të qeveritarëve, ai është një produkt anësor i konceptit të privatizimit, si piknisje dhe përfundim i ekonomisë. Prandaj nuk mendoj që ka diçka të veçantë të shqiptarët dhe është shumë e rrezikshme nëse ne themi që është në kulturën tonë diçka korrupsioni, sepse kështu përfundojmë në pozita të racizmit kundër vetes. Nuk ka asgjë të bëjë kjo me shqiptarët. Shumë i korruptuar është Berlusconi, secili do prej kryeministrave tonë. Mirë po është një gjë tjetër që Berlusconi e ka pasurinë sa 1% buxhetit të Italisë, e qeveritarët në Kosovë bëjnë gara me buxhetin. Meqense mbetëm tek kishim një pyetje nga regjia në këtë moment na e dërguan në ekran, nëse mund ta rikthejmë, bëhet fjalë për si e shikoni faktin se jo, e kam fjalën për koncesionet që mbajnë erë tradhti, ishte një mesazh. Pse vetëm në 2 shtetet shqiptare, është teleshikuesi që pyet, bëhen koncesione që mbajnë erë tradhti? Kam përshtypjen që në Shqipëri, po edhe në Kosovë, kudo që janë shqiptarët, po shkojmë prej një ekstremi të ekstremi tjetër, prej një komunizmi stalinist në një neoliberalizëm të egër. Pra, prej lindjes së egër në perëndimin e egër. Dhe mendoj që kjo është gabim, sepse është një lloj mangësie themelore të mos i shohësh nuancat. Shumë më afër ta zëm sot është kapitalizmi suedez me socializmin, sesa kapitalizmi suedez me kapitalizmin kosovar. Domethënë, për brenda kapitalizmit ka aq shumë nuanca të cilat as nuk janë studiuar, as nuk janë praktikuar, por kemi shkuar prej një ekstrem në një ekstrem tjetër dhe ky është gabim shumë i madh të cilin po e paguajmë përgjithsisht si komb dhe mbase jo vetëm ke gjenerat. Zoti Kurti, ju e përmendët pak më herët gjatë bisedës sonë se në librat e historisë të Serbisë për shqiptarët e Kosovës flitet sikur të ishin terroristë të lindur dhe kanë një përshtypje krejt tjetër nga ajo që në fakt janë shqiptarët e Kosovës. Por a keni ndonjë informacion se çfarë thuhet në librat e historisë të Shqipërisë për Kosovën? Dhe çfarë është bërë në këtë drejtim? Përsa i takon historisë, përsa i takon arsimit, çfarë ka si vizion vetëvendosja për të bërë? Ne mendojmë që duhet të kemi arsimin e unifikuar. Kombi shqiptar është një në kuptimin që e ka të përbashkët historinë, kulturën edhe gjuhën, por ai duhet të ketë të përbashkët edhe arsimin, ekonominë dhe politikën. Madje mendoj që pikrisht nëpërmjet unifikimit të arsimit, kulturës, ekonomisë dhe sidomos politikës, drejt bashkimit kombëtar do të ndodhë një lloj
politizimi i kombit dhe dekulturalizimi i tij. Nuk është mirë që kombin ta shohim vetëm në rrafshin kulturor, por në atë politik. Pra, në këtë kuptim, unë sot nuk jam shqiptar vetëm se flas shqip, vi prej një familje ku janë dy prindrit shqiptar, se praktikoj doke, zakone, kam traditë shqiptare, po unë jam shqiptar edhe për shkak të qëndrimeve që i kam për kombin shqiptar, qëndrimeve që i kam për armiqtë e shqiptarëve dhe qëndrimit tim për bashkimin kombëtar të shqiptarëve. Pra, këto janë një sër qëndrimesh politike të cilët e pasurojnë qenjen time si shqiptar. Dhe mendoj se kjo do të duhet ndodhë dhe kjo është në programin e vetëvendosjes. Pra, politizimi i kombit, gjë që nuk bëhet mirë me asgjë tjetër sikurse me projektin e bashkimit kombëtar. Politizimi i kombit me shtetet respektive, në shtetet, brenda kufive shteteve respektive. Ku, në Kosovë, në Shqipëria? Jo, ne jemi për ta heqë këtë kufi. Kjo kufi është kufi i dhunshëm, na kanë vënë të tjerët. A, ta heqim? Ta heqim, patjetër. Me thonë, ne jemi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, jo të Shqipërisë me Kosovën, si shtuan disa, se nuk duam ta Shqipërinë ta fusim në Neulex. Do të thonë, Kosova të bashkuar Shqipërisë, dhe kjo si fazë e parë drejt bashkimit kombëtar të shqiptarëve, që janë autokton dhe që besoj që është e drejtë e tyre që të bashkohen, edhe është po ashtu edhe vullnet edhe interes edhe ekonomisë edhe i sigurisë. Mos harroni që po bëni populizëm, më thonin mesazhet tani. Po bëni thjesht populizëm, po kërkoni vota sepse dini që është e pamundur, partnerët që kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës janë kundër një bashkimi. Ka mundur të fitohen votat kështu. Atëherë domethënë populli po e do ka këtë. Unë mendoj që populli nëse e don këtë duhet ta duan edhe politikanët, apo jo. Mendoj që te çështja e bashkimit kombëtar pikërisht liderët nuk duhet të udhëheqin. Udhëheqësit nuk duhet të udhëheqin. Udhëheqësit duhet ta ndjekin popullin. Nëse kemi 2 referendume në Kosovë dhe Shqipëri, menjëherë njerëzit do ta bënin bashkimin kombëtar. Referendumi po ndalohet. Si më sondazheve, mbi 80% në Kosovë janë për bashkim kombëtar, në Shqipëri janë mbi 60%, ende pa e ditur që është lejuar referendumi. Në momentin kur lejohet referendumi, kjo përqindje është më e lartë. Pra, në vend se të flisni për atë se e kam për vota, për shka e kam se nuk e kam për vota, më mirë është të flitet për atë se si qenë ka e mundur që me këtë test fitohen vota. Pra, këtë gjë po e do ka dikush këtu, e dëshiron dikush. E kam bashkimin kombëtar pak më tej në pyetjet tona, duat mbetem këtu. Ka shumë mesazhe që thonë pse e keni kritikuar faktin që tha që mund të takuar me Tadićin dhe ju vetë do të ishit i gatshëm të takohesh me Boris Tadić? Nëse kjo do të ishte në të mirë të Kosovës dhe njohjes së saj? Nuk mund të jetë në të mirë Kosovës. Ai që thotë se njoh Kosovën kurrë, asnjëherë nuk ish bëj strukturat e mia paralele, ilegale, armiqësore në Kosovë. S'kesh takosh me të. Ne kemi bërë shumë të njohur këtë fakt që e ka zbuluar WikiLeaks për shkak se kryeministri dhe kjo qeveri po na rrah neve në kufi me Serbinë dhe në anën tjetër i bllokon aktivistët nga Shqipëria që dëshirojnë që të na bashkohen në protestë. Dhe ne themi, ç'është ky shtet që forcon kufirin me Shqipërinë e dobëson kufirin me Serbinë? A për këtë kanë vdekur 2500 dëshmorë të UÇK-s? Dhe pa dalur kjo informata që në fakt ky është takuar tinës 2 herë me Boris Tadićin dhe ne i bëm një sër pyetjesh, ku je takuar, pse e takuar, me ndërmjetësimin e kuj, me iniciativën e kuj, çka fitoi Kosova për atyre takimeve dhe po çfarë humbi Kosova për atyre takimeve? Po duket që humbi sepse po i trash lidhjet me Serbinë. Pra ka një farë lidhje midis takimeve tinës të kryeministrit të Kosovës me kryetarin e Serbisë dhe sjelljes shumë të egër të kësaj qeverie ndaj vetëvendosjes që kërkon bashkim me Shqipërinë dhe që kërkon bllokimin e ndërhyrjeve dhe hyrjes së Serbisë në Kosovë. Pra, këtu po përvijohen disa lidhje shumë të çuditshme, disa marrëdhënie me Serbinë, ku në fakt Kosova jep e Serbia merr. Pra ju personalisht nuk do ta inicioni një takim me Boris Tadić? Tamam puna. Dua t'ju pyes për diçka tjetër, meqense jemi edhe në prag të 4 vjetorit. Ju fillimisht nuk e keni njohur shpalljen e pavarësisë Kosovës. Ndërkohë që aktualisht ka ndryshuar qëndrimi juaj gati 180 gradë, jeni në parlament, keni dalë në mbrojtje të sovranitetit të Republikës Kosovës. Si shpjegohet ky ndryshim dhe a keni shpjeguar ndonjëherë, keni kërkuar ndjesë për atë qëndrim të mëparshëm për mosnjohjen e pavarësisë? Nuk është e vërtetë se ne nuk e kemi njohur pavarësinë, ne kemi thënë që pavarësia është emër i ri për Kosovën, por jo përmbajtje e re, për shkak se është pavarësi pa sovranitet. Dallimi midis vetëvendosjes dhe qeverisë është që ne kërkojmë pavarësi me sovranitet, ata mjaftohen me pavarësi pa sovranitet. Mirë, po mos harroni që ne duam pavarësinë me sovranitet në mënyrë që ta fitojmë të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë. Republikën e Kosovës ne e shohim si hap drejt bashkimit me Shqipërinë.
veprimtari dhe në base një ndër teoreticientët më të mirë të mendimit politik shqiptar Ukshin Hoti, i cili është ende i pagjetur sot, ai ka thënë që Serbia lufton Republikën e Kosovës jo për shkak se lufton Republikën e Kosovës, por për shkak se lufton bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Serbia e sheh Republikën e Kosovës si hap drejt bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, prandaj edhe lufton. Edhe dëshmorët e kombit në betimin e tyre, fjala Kosovë nuk figuron askund. Vetëm shërimi dhe bashkimi i trojave shqiptare. Pra, gjithë rezistenca jonë, gjitha kryengritjet dhe luftrat tona janë për bashkimin me Shqipërinë. Tash si bëhet që kjo pavarësi e shpallur sforcohet karshi Shqipërisë, ndërkohë që dobësohet ndaj Serbisë. Ne ishim për pavarësinë e Kosovës, por ishim për pavarësi me sovranitet dhe ne e kemi njohur pavarësinë si një hap përpara, si një formë e re, por që duhet të mbushet edhe me substance për mbajtje adekuate. Pra nuk keni gabuar atëherë, keni menduar mirë atëherë dhe nuk ka nevojë për efektim. Nuk ka nevojë për shkak se ajo pavarësi është shpallur duke u bazuar në planin e Ahtisarit, i cili hedh farën e bosnjëzimit në Kosovë. Flasim pak për bashkimin kombëtar që t'ja u shpjegojmë edhe shqiptarëve kudo janë, se shumë e di që e ke përzemër bashkimin kombëtar, po do doja ta kuptoni edhe teleshikuesit që po na ndjekin në këto momente. Programi juaj politik me cilin keni garuar dhe nxitjet e fundit thotë shtet ndërtim dhe zhvillim. Në fakt, vetëvendosja shquhet për rëndësinë që ka kushtuar problemeve të shtet ndërtimit dhe të sovranitetit të Kosovës. Megjithatë, ju jeni edhe për bashkim kombëtar. A mendoni se misioni i shtetëndërtimit të Kosovës nuk mund t'i besohet një lëvizje që në fund ka si qëllim final bashkimin kombëtar dhe bashkimin e dy shteteve? Ka diçka, ka një mungesë koherence në këto dy qëllime? Përkundrazi, mendoj që interesi u thot shqiptarëve që ata duhet bashkohen, por edhe vullneti i tyre është për këtë gjë. Prandaj ne duhet t'i përfaqësojmë shqiptarët apo jo. Pra, nëse organizohen referendume në Kosovë dhe Shqipëri, rezultati i tyre është i padiskutueshëm. Prandaj ne jemi në linjën e duhur përderisa ata të cilët po e mbajnë Kosovën të ndarë nga Shqipëria dhe për mëkes se kaq e kanë futur ne në 1.3 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, ku thuhet që Kosova si ndalohet bashkimi me një shtet tjetër përkatësisht me Shqipërinë, ata janë duke bërë një padrejtësi të pashembull. Ka qenë interesi i Beogradit dhe Athinës që ta mbajnë të ndarë, e tash kjo po bëhet me Kushtetutën tonë. Që të bëhemi pak më konkret, në çfarë mënyrë mendoni se do ta përmbushni këtë mision tuaj për bashkimin kombëtar, duke pasur parasysh konjunkturën aktuale ndërkombëtare që është kundër kësaj teze? Po, konjunktura ndërkombëtare ka qenë kundër Republikës, ajo u bë, ka qenë kundër tërheqjes së forcave të Serbisë nga Kosova, ajo u bë, kanë qenë kundër shpalljes së pavarësisë, ajo u bë, ka shumë zëra tash që janë edhe kundër bashkimit kombëtar, po edhe të bëhet. Faktorët ndërkombëtar nuk mund të na prinë neve për veten tonë. Ne po presim që ata të na udhëheqin. Ata na ndjekin nga pas atëherë kur ne ecim. Nëse ne ngecim, ata na shtypin nga lart. Është e vërtetë që faktorët ndërkombëtar janë si për nesh, por nuk janë para nesh. Ne jemi para tyre. Pra ne duhet të ecim dhe ata na ndjekin. Kur nuk do të ndodhte intervenimi i NATO-s pa luftën e UÇK-s. Pra ne prim, ne duhet ta shohim veten tonë si udhëheqës të çështjeve tona dhe të synimeve tona. A keni aleat në këtë kauzë tuaj jashtë Kosovës? Për bashkimin kombëtar për këtë tezë? Po, privatisht ka zyrtarë ndërkombëtar që thonë që kjo është një gjë e cila është e natyrshme e kuptueshme. Po është një çështje tjetër që nuk e thon publikisht, mirë po them edhe një herë. Ne duhet ta bëjmë aleat veten tonë. Bashkimi kombëtar nuk kupton një rikthim të vetja. Ne disi kemi dalur prej vetes sonë dhe bazohemi te shikimi i tjetrit. A thua si dukemi. Dhe kjo na ka zbrazur nga vullneti ynë. Ne duhet për një moment ta spostojmë në prapavi shikimin e tjetrit dhe të përqendrohemi tek vullneti ynë. Dhe aleat asnjëherë nuk mungojnë atëherë kur e ke seriozisht dhe sinqerisht. Më kujtua tani pavarësia e Shqipërisë 28 nëntori, edhe ajo ishte gjysmë pavarësi me troje të coptuara, megjithatë ne e festojmë e njohim si pavarësinë e kombit. Pavarësia 28 nëntorit ishte e duhura, sepse ishin trojet shqiptare bashkë, mirë po pavarësia nominale, juridike, konferencës ambasadorëve, disa muaj më vonë, në korrekt të vitit 1913, ajo ishte e gabueshme, për shkak se rrudhi Shqipërinë dhe solli në një situatë ku ne bëjmë shaka në Kosovë, themi që Shqipëria është shteti më i sigurt në Ballkan për shkak se gjithandej është rrethuar me shqiptarë. Domethënë, nga 91.000 km2 që i kishim 1912-ën, sot kemi përfunduar me 45.000-6.000
kilometra katror ku shqiptarët e popullojnë këtë territor. Po mos harroni se nuk jemi ne të fiksuar me territorin. Nuk jemi ne të obsesionuar me territorin si lëvizje vetëvendosje. Të fiksuar e të obsesionuar me territorin janë ata që na e morën territorin. Dhe këtu ka një lidhje midis Serbisë dhe Rusisë. Sepse keni pa Rusia sa e madhe është. 17 milion kilometra katror. Ka atje një obsesion me territorin. Edhe tek Serbia ka një obsesion me territorin. Serbia është shumë rrallë e banuar. Shqiptarët janë shumë dendur. Pikërisht shqiptarët ndjeshmërinë për territorin e kanë më të vogël. Shqiptarët janë mikpritës, janë më bujar, dhe kjo besoj që historikisht është dëshmuar se na është keq përdorur. Ne duhet vazhdojmë të mbesim mikpritës e bujar. Nuk duhet tash të kthehemi në trojet ilire, sepse ajo është e pamundur. Mirë po aty ku jemi shumicë dërmuese, nuk do duhet që të pranojmë që të rrudhin dhe më tutje. Për këtë qëllim, shteti i Kosovës dhe shteti i Shqipërisë do duhet të jenë dy shtete që e faktorizojnë kombin shqiptar në Ballkan. Jo për t'ia marrë tjetrit, por për të mos e japur tonën. Zoti Kurti, familja juaj vjen prej anës malit në Malin e Zi. Çfarë mendoni për të drejtat e shqiptarëve në Malin e Zi dhe a janë edhe ata pjesë e bashkimit kombëtar me shtetin Am? Janë shqiptarë të cilët ndodhet në troje që kanë vazhdimsi territoriale me Shqipërinë dhe ndodhen, le të themi, në 3 xhepa të Shqipërisë, por pa lidhje me njëri tjetrin në kuadër të Malit e Zi. Është ana e malit Ulqini, Kraja dhe Tivari, mandej është Malësia e Tuzit edhe është Plava e Gusia, pra janë të 3 këto vende. Dhe aty shqiptarët janë shqiptarë autokton, ata po shtypen, po diskriminohen. Mali i Zis bëhej do t'i pavarur pa ta, edhe tash është tërësisht mos mirënjohës ndaj tyre. Mendoj që Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare kanë obligim që t'i forcojnë, t'i ndihmojnë shqiptarët për andej, dhe kësaj të përmirësojnë pozitën e tyre, pse jo drejt bashkimit kombëtar. Babai im vjen prej një fshati në kufi me Shqipërinë, i cili është 12 kilometra larg prej Shkodrës, e 25 kilometra larg prej Ulqinit, por ka rënë kufiri aty dhe ka mbetur me Malin e Zi. Para disa kohësh lëvizja vetëvendosje është përpjekur të krijojë deg në Maqedoni për të ndërmarrë dhe veprime atje. Çfarë mendoni për çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë dhe çfarë oferte politike mund t'i ofroni ju shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, ndërkohë që aty ka parti politike të cilat votohen dhe janë aktive prej shumë vitesh? Ne nuk e preferojmë këtë mënyrë, le të themi, të ofertës politike për ta, sepse përpiqemi që edhe në gjuhën e ligjërimit ton politike publik ta evitojmë shprehjet e biznesit, ofertë, kërkesë kështu me radhë. Domethënë, ne kemi programin ton politik dhe ai program politik pëlqehet edhe nga shqiptarët e Maqedonisë Perëndimore, të Iliridës, por atje shqiptarët duhet të organizohen, për shkak se fuqia vjen për organizimit. Nuk kemi deg të lëvizjes vendosje në Maqedoni, ata do të arrestoheshin menjëherë dhe shqiptarët duhet të forcohen, të organizohen dhe të veprojnë në përputhje me rrethonat. Kemi aktivistë të vetëvendosjes në Maqedoninë Perëndimore, por nuk kemi një deg publike e cila automatikisht do shpallë jashtëligjshme dhe do të përfundon të aktiviteti. A keni hapa konkret se si e shihni ju bashkimin e trojeve shqiptare në kohë dhe në mënyra për të në strategji? Duhet të fillojmë nga bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Kjo është më e domosdoshmja dhe besoj që më e lehta. Mandej nga ky aspekt do të ishte shumë më kollaj që t'i faktorizojmë dhe t'i lidhim edhe shqiptarët që janë në trojtë e tjera. Meqense po flisni për bashkëpunim, a e shihni si konkurrente aleancën Kuqezi që është krijuar së fundmi, vitin e fundit ka qenë mjaft aktive në Shqipëri? Zoti Spahiu ka qenë edhe publikisht hapur në mbështetjen e vetëvendosjes, në mbështetjen tuaj. A keni bashkëpunim me zotin Spahiu dhe a e shihni si rivale në një farë mënyrë aleancën Kuqezi, meqense edhe ata në program të tyre kanë bashkimin kombëtar? Ne kemi kontakte, bashkëpunim me shumë subjekte të ndryshme politike, shoqata, organizata, të cilat në programin e tyre e kanë bashkimin kombëtar. Kemi bashkëpunim edhe me Aleancën Kuqezi, kemi bashkëpunim edhe me Partinë për Drejtësi, Integrim e Unitet, dhe numri i organizatave, i shoqatave, i subjekteve që janë për bashkim kombëtar është duke u rritur, është reflektim i një fryme kombëtare që po ngritet, por edhe është përforcim i kësaj fryme.
Ndërkohë që ne flasim, teleshikuesit janë bërë kurioz, e kanë marrë të mirëqen tezën tuaj dhe thonë nëse bashkohet Shqipëria me Kosovën. Kosova me Shqipërinë. Kosova me Shqipërinë, edhe këtu e kanë kuptuar gabim, thonë Shqipëria me Kosovën. Kosova me Shqipërinë. Kush mund të jetë kryeqyteti? Kryeqyteti besoj që duhet të jetë Tirana, por nuk është kjo çështje më e rëndësishme. Ju thatë që keni bashkëpunim edhe me PDI-un, por ndërkohë unë nuk e kam të parë të paktën të artikuluar çështjen Çame. A mendoni duhet të jetë ajo pjesë e këtij bashkimi kombëtar që ju propagandoni? Po në Çamëri është kryer gjenocid. Pra nuk është vetëm çështje pronash, nuk është çështje vetëm e të drejtave dhe lirive të njerëzit atje, por është kryer gjenocid dhe duhet të bëjmë betejë të madhe politike, diplomatike që ndërkombëtarisht të pranohet ai gjenocid dhe gjenocidi më pastaj në mënyrë automatike lidhet me të drejtën për vetëvendosje. A keni menduar ndonjëherë të hapni një degë të vetëvendosjes në Shqipëri? Edhe këtu kemi shumë aktivistë të cilët bashkëpunojnë me neve atje, por nuk i kemi formësuar në një strukturë. Në fakt ne nuk i quajmë degë, ne i quajmë qendrat e vetëvendosjes. Dhe është interesante që në vitin 2005, kur kemi lindur si lëvizje, për shkak se gjithandej në opinionin publik politik, institucional, zyrtar, dominon të shprehja qendrat e vendosjes. Ne thamë, le ta bëjmë qendrat e vetëvendosjes. Pra, kemi qendrën e vetëvendosjes në Bruxelles, Washington e New York, pse mos të bëjmë qendrën e vetëvendosjes në Lipjan, Ferizaj e Gjakov. Dhe më thënë, nuk preferojmë të quajmë degë ku ne atje, si të sa më kryesorët që kemi trungu, e këta janë degët. Këtu janë qendrat e vetëvendosjes, kemi 28 në Kosovë, 6 në diasporë, kemi edhe këtu aktivist, kemi një qendër të vetëvendosjes, e cila zhvillon aktivitete këtu, bashkëpunon edhe me qendrat e tjera. Çfarë aktiviteti ka qendra e vetëvendosjes në Tiranë? Ajo që është më e rëndësishme për neve, nuk është, le të themi, forma, emërtimet, është aksioni. Përdrejsa shqiptarët, përgjithsisht bëheshin bashkë në turizëm bregdetar gjatë stinës së verës, ne aktivistët e vetëvendosjes po bëhemi bashkë në aktivitete, në aksione dhe në organizim. Pra, kemi shkuar një hap më tej në kuptimin politik të bashkëpunimit dhe kjo është shumë mirë. Dhe me thonë, peticionet e ndryshme që i kemi bërë në Kosovë, protestat që i kemi bërë atje, gjithmonë janë sinkronizuar dhe ka pasur solidaritet edhe këtu. Lëvizja vetëvendosje është pjesë e rrjetit të organizatave shqiptare, ku bëjnë pjesë mbi 20 organizata dhe e cila është iniciuar nga klubi kombëtar këtu në Tiranë dhe mbledhjen inauguruese të Roshit të rrjetit të organizatave shqiptare e kemi pasur pikërisht këtu në Tiranë. Mandej është fushata Blej Shqip, për të cilën kemi bashkëpunuar dhe një sër aktivitetesh tjera. Më lejoni të insistoj. A mendoni që në një të ardhme të afërt lëvizja vetëvendose mund të jetë një forcë politike që të kërkojë vota dhe të hyjë në parlament në Shqipëri? Ky nuk është as plani as synimi ynë. Ne jemi të interesuar që koncepti i vetëvendosjes të përhapet sa më shumë dhe për këtë jemi më së shumti të përqendruar. Nuk fitojmë ne si lëvizje vetëvendosje kur fitojnë njerëz të vetëvendosjes, por kur fiton koncepti i vetëvendosjes. E koncepti i vetëvendosjes si koncept politik është shumë fundamental, shumë themelor, për shkak se nuk është një koncept i thjesht për cilën mund të mendosh, por para se gjithash është një koncept nëpërmjet secilit mendon. Pra duke vënë në spikam vullnetin, duke vënë interesin e përgjithshëm dhe atë që thash më herët, duke i kthyer moralin dhe idealet në politikë. Pra kjo është më e rëndësishme. E si quhet ai subjekt, ai shoqat, ata njerëz, është është dorës drejt. Po ndoshta mund bëhet e rëndësishme në një kohë të dytë. Do të shkojmë në bllokun e fundit publicitar dhe rikthehemi për të pyetur zotin Kurti për pyetjet tuaja që keni dërguar, por mbi të gjitha, cila është lëvizja e ardhshme tashmë që u bën protestat për të bllokuar Serbinë në kufi? Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer nderuar teleshikues në minutat e fundit të bisedës, e cila nuk e di se si iku, por në fakt kam shumë pyetje ende për pak minutazh. Zoti Kurti, një pyetje drejt për drejt. Çfarë do të ndodh tani? Dy protesta realizuat, kërkuat Serbia nuk kalon, bllokuat kufirin, po tani cila është lëvizja e radhës? Lëvizja e radhës është protesta e tretë,
Lëvizja e radhës është dërgimi i kundër mocionit kundër reciprocitetit që solli PDK-ja në kuvend në gjykatën kushtetuese dhe gjithashtu organizimi për protestat e reja kundër shitjes së distribucionit të kekut. Që të gjitha këto do t'i bëjmë për shkak se përderisa privatizimi e egër puna e tretë pasurinë kombëtare publike, bisedimet me Serbinë dhe mungesa e reciprocitetit puna e tretë republikën. Pra, protestat do të vazhdojnë ndërkohë që do të shkoni edhe në gjykatën kushtetuese? Ne kemi seancat të rregullat të Kuvendit të Kosovës, ku jemi shumë aktiv, komisionet parlamentare, tubime të ndryshme me qytetarë për shkak se lëvizja vetëvendosje ka bërë me mijëra tubime prej se ekziston anë e kënd Kosovës. Tubimet janë të domosdoshme dhe të pazëvendësueshme për shkak se vendosin një kontakt të drejtë për drejtë me qytetarin. Sepse kur flet nga televizioni, qytetari e ka me vështirësi që ta kthej ty, çka mendon ai. Ndërkohë që në tubime publike ai të përgjigjet aty për aty dhe prej pyetjeve të qytetarëve, prej përgjigjeve të tyre ne kemi mësuar shumë. Prandaj shpesh herë themi që aktivistët e vendosjes më shumë kanë mësuar për qytetarëve sa që i kanë mësuar ata, edhe pse duket ndoshta ndryshe. Zoti Kurti, si do të reagojë vetëvendosja në rast se Brukseli rresht të bëri një farë mënyrë presion ndaj Serbisë për të njohur Kosovën e më mandej për të vazhduar procesin e integrimit, në rast se Beogradi hyn më përpara në Bashkimin Evropian dhe bëhet antar me drejta të plota? Çfarë pasojës do të ketë për Kosovën, sipas jush? Kjo do të ishte shumë e rrezikshme. Nëse Serbia hyn në Bashkimin Evropian para Shqipërisë dhe Kosovës, atëherë kur gjë s'ka bërë Greqia ndaj Maqedonisë, çka do të bëjë Serbia ndaj nesh? Ajo do të na kushtëzoj nga pozita antarit të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm kaq, edhe nëse avancon në integrimet evropiane para nesh, Serbia do të ndodhet në shumë konferenca, forume, mbledhje ndërkombëtare ku nuk do të jetë Shqipëria, sidomos Kosova, dhe asisoj ajo do të flasë për neve aty ku nuk do të jemi ne. Prandaj mendoj që Kosova dhe Shqipëria duhet të koordinohen që të mos lejojnë një gjë të tillë. Urojmë dhe ne, ndërkohë që presim statusin këtë vit, vështirësit i kemi të shumta, megjithatë koha do të tregojë dhe sidomos vullneti politik i palëve. Të nderuar televizionistë, në këto pak minuta unë dua t'ju rikthej në vëmendje edhe ndoshta të zotit Kurti ditët edhe të Burgut, ditët kur ju keni filluar aktivizimin tuaj si aktivist fillimisht e mandej edhe në politik. Ndjekim materialin, pasi dua të theksoj diçka që dua ta ndaj edhe me ju të karakterit zotit Kurti. Ju flisni me zë të ulët, me një regjistër, me ton të qetë, edhe pse jeni një protestues agresiv në ato që thoni. E keni zgjedhje këtë, ju vura edhe në Burg kur keni folur, ishit me një ton të qetë. Mendoni se fjala ka më shumë pesh kur thuhet me zë të ulët? Jo, nuk e kam menduar kështu asnjëherë. Kushtetin ndoshta karakterin e kam tillë, po ka mundësi që edhe kjo varet edhe prej situatës. Në protest nuk jam bash i qetë. Nuk jete ka qetë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Në gusht 1997, kur Albin Kurti ishte 22 vjeç, u bë lideri i Unionit të Studentëve të Pavarur të Universitetit të Prishtinës dhe më pas sekretari për marrëdhëniet ndërkombëtare. Gjatë demonstrantës historike të studentëve në Prishtinë në 1 tetor 1997, e shtypur brutalisht nga regjimi i Miloševićit, Kurti ishte ndër udhëheqësit e protestës. Në shkurt 1998, ai filloi punë në zyrën e përfaqësuesit politik të UÇK-s Adem Demaçi, ku shërben edhe si përkthyes. Gjatë bombardimeve të NATO-s, ai u angazhua për një zgjidhje politike të krizës në Kosovë dhe u arrestua nga policia serbe në 27 prill 1999. Fillimisht ai u mbajt në burgun e Lipjanit në Kosovë, ku është keq trajtuar dhe torturuar. Më pas, ai transferohet në burgun e Pozarevacit në Serbi në vitin 2000, ku dënohet me 15 vite burg. Kurti u lirua në vitin 2001 si pasojë e presionit ndërkombëtar. Gjatë një dalje publike për shtypjen e serb në burgun e Pozarevacit, Albin Kurti shfaqet me një pamje të akullt dhe qëndrime të qarta. Na drugu stranu jedino nezavisnost Republike Kosovo garancije stabilnost u regionu. Ne, ali ja volim da i srpski narod bude slobodan, kao svi narodi sveta, da ne bude zatočen, da ne bude zarobljen od strane Miloševića. U tome je poenta. Ipak ako vidite stav međunarodne zajednice koja ne podržava raspad države Srbije i ne podržava taj politički stav Kosovo država, naprosto ima viziju jedne multietničke i demokratske zemlje, koja možda u ovom trenutku nije, ali verujem da će... Dobro, međunarodna zajednica nije prihvatila ni tada nezavisnost Slovenije, Hrvatske, pa onda je sve redom priznala te države.
Aktualisht Albin Kurti është lideri i lëvizjes Vetëvendosje, deputet në Kuvendin e Kosovës dhe kryetari i grupit parlamentar të Komisionit të Punëve të Jashtme. Një protestues në shpirt, që bëri të hynit në parlament, të hynit në politikë, zoti Kurti? Për të arritur fuqinë e lëvizjes Vetëvendosje, e cila kësaj i shfrytëzon edhe rrugët zyrtare për realizimin e qëllimit të njëjtë e brenda konceptit të njëjtë. Pra, ne nuk e përjetojmë Kuvendin e Republikës Kosovës se një shtëpi të re me saltanet ku po banojmë, por si disa mjete të reja shtesë të cilat po i shfrytëzojmë. Kemi një botkuptim tjetër për institucionet e sistemit, një botkuptim dinamik dhe jo statik. Prandaj, mendoj që edhe aty po e bëjmë punën e dur, për shkak se edhe aty e kemi ngritur zërin për programin ton. Aktivistët vetëvendosjes i karakterizon fakti që së pari, asnjëri prej tyre nuk i braktis metodat e drejtanishme të veprimit, secili deputet del edhe në protesta. Së dyti, asnjëri prej deputetëve të vetëvendosjes nuk lejohet që të pasurohet nga politika. Mund ta ketë lënë në gjysh në trashëgimit të madhe, por nuk guzon tash për shkak se merresh me politikë bësh më i pasur saq. Nga politika do duhet të varfrohesh, jo të pasurohesh. Edhe e treta, duhet t'i thuash të njëjtat gjëra me të njëjtat fjalë në demonstrata, me zyrtarë ndërkombëtar, në tubime me qytetarë, në për medje dhe në për foltoret e institucioneve të sistemit, në foltorin e kuvendit për shembull. Pra, s'ka skizofreni. Duhet një ligjërim publik dhe politik, dhe kjo është risia, kjo është një lloj autenticiteti që e ka sjellë vetëvendosja në Kosovë. Për të kthyer ditëve, muajve që ju kaluat në burgun, në burgjet e Serbisë, çfarë ju kujtohet nga ajo kohë? Kishit menduar ndonjëherë që në 2012 jemi sot, por në 2008 Kosova do të ishte e pavarur, kur ishit në ato burgje? Dhe kam parasysh intervistën që ndoqja i drejtoheshit ministrit të drejtësisë që ndodhej aty, me ju nuk flas zotëri, kishit një lloj qetësie, gati sigur e dinit që një ditë do vinte dita kur ju do të ishit i barabartë për të folur me të. Unë nuk kam menduar se do të dalë gjallë në atë kohë nga burgjet e Serbisë, të cilat në fakt për neve të burgosur shqiptar nuk ishin burgje. Ato ishin kampe për qëndrimi, e ne ishim robër lufte. 2050 të burgosur shqiptar u morën peng nga Serbia me rastin e përfundimit të luftës, dhe të gjithë prej burgjeve që ishim në Kosovë na dërguan në Serbi. Ndërkohë që 3000 të tjerë ishin të pagjetur. Prej burgjeve të Kosovës ka njerëz që janë zhdukur, ka njerëz që kanë përfunduar në burgje, dhe kjo ka qenë një rastësi absurde. Varësisht në cilin autobus ke qelluar, ke mundur të pushkatohesh ose të dërgohesh në burg. Mua më dënuan me 15 vjet burg për cenimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Jugosllavisë, që është e njëjta akuzë me cilën ata patën dënuar me nga 20 vjet burg Bill Clintonin, Tony Blairin, Jacques Chiracun, Wesley Clarkun e kështu me radhë. Do të thonë, bëj fjalë për një akuzë politike, dhe unë me qenë se e dija që do të mund të mbaj gjitha ato vite burg, dhe në ndërkohë do të mund të më vrisnin në burg, nuk kam menduar se dali gjallë. E mandej ra regjimi i Miloševićit, por edhe regjimi i Kushtërnisës nuk ka qenë shumë ndryshe. Por atëherë megjithatë ky regjim nënshtroi trysnisë ndërkombëtare, e cila nuk e duronte dot Serbinë të mbajë pengje dhe në ndërkohë ta inkuadroi në organizma ndërkombëtare. Me shaka them se kam qëndruar gjithsej 1 vjet e 5 muaj në kohën e Miloševićit në burg dhe 1 vjet e 2 muaj në kohën e Koshtunisës, pra Koshtunisa është 3 muaj më i mirë se Miloševići. Vetëm pak në ato vite, po në kohën kur ju afroheni me Adem Demaçin dhe bashkëpunoni me të, ka qenë koha kur ishte krijuar UÇK-ja, ishte udhëheqësi politik i UÇK-s. Çfarë kontributi keni pasur në atë kohë dhe meqense e lidh me marrëveshjen e Rambujës, a jeni penduar, keni ndriçuar mendim për marrëveshjen, për qëndrimin që keni pasur për marrëveshjen e Rambujës? Në atë kohë kam qenë sekretari i zyrës UÇK-s, kam punuar edhe për shërbimin për informim. E kam zëvendësuar zotin Demaçin në konferenca për Shtyp, nga Selia në Prishtinë, nga Selia shoqatës së shkrimtarëve atë botë, i kam mbajtur unë 6 konferenca për Shtyp, sepse zoti Demaçi ndodhej në udhëtim jashtë vendit atëherë, ndërkohë që ai ka mbajtur edhe 2-3 fish më shumë. Kemi pasur konferencat tona të rregullta dhe kemi mbrojtur luftën e UÇK-s politikisht dhe kombëtarisht.
por në të njëjtën kohë dhe kemi pasur kontakte të rregullta me zonat operative dhe me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Dallimet tona janë shpërfaqur me rastin e marrëveshjes së Rambujës, përkatësisht dokumentet të Rambujës, sepse NATO nuk intervenoi pse pati marrëveshjen e Rambujë, po pse nuk pati marrëveshjen e Rambujë. Refuzimi i Miloševićit të asaj marrëveshje në farë mënyrë na shpëtoi. Edhe sot e kësaj dite mendoj që ai dokument është shumë i dëmshëm. Në atë dokument përvijohet decentralizimi, Kosova bëhet një autonomi në kuadër të Serbisë, nuk e fiton as statusin e Republikës dhe qarmatoset UÇK-ja. Po pa ato dokument ndoshta nuk do ishin te kjo pavarësi që gëzon sot Kosova? Shumë gjërat atij dokumenti është e vërtet janë përsëritur te plani antisorit dhe te kjo pavarësi e cila nuk e ka pra substancën, dhe elementet që vinë nga marrëveshja e Rambujës e janë shtuar pavarësisë janë elementet të cilët e kanë zbritur pavarësinë, e kanë zvogëluar atë, nuk e kanë pasuruar atë. Po them, intervenimi i NATO-s ka ardhur si rezultat i mospranimit të Miloševićit të atij dokumenti, sepse Miloševići donte Kosova të mos ketë as autonomi madje në kuadër Serbisë, dhe jo si rezultat që ajo marrëveshje u pranua nga pala kosovare. Zoti Kurti, besoj se dhe ju e dini këtë ndajmë të njëjtin opinion që shqiptarët i duan teoritë konspirative dhe kanë vështirë të besojnë që ka idealist që hynë në politikë për të varfruar, siç thatë ju. Shumë kush ju akuzon për mënyrën se si financohet lëvizja vetëvendosje. Në fakt, mund të na thoni si financohet? Ne financohemi më së shumti nga ndarësia jonë. Ata që janë të shtresës së mesme paguajnë nga 50 euro në muaj, domethënë ata që kanë paga mbi 500 euro, ndërka që ata që janë të varfër paguajnë 2 pesos ose 10 euro, ndërka që ata që janë shumë të varfër nuk paguajnë fare, për shembull studentët. Po ashtu financohemi edhe nga buxheti i Republikës Kosovës si subjekt parlamentar që jemi. Ka kohë pas kohe në fushatet të ndryshme na ndihmojnë edhe ndërmarrës të vegjël zejtar prodhues kosovar, por në një sasi shumë të vogël. Këto dy të parat janë mënyrat kryesore si ne financojmë. E pash në diku në intervistat që ju keni dhënë dhe dohet ta ndani dhe me televizionistët tanë. Është vërtet që keni shitur apartamentin tuaj në Prishtinë për të financuar fushatën 2010-ën? Po, është e vërtet, por jo fushatën, por organizatën. Po, sepse kur paralajmëruam që të dalim në zgjedhje, u rrit organizata jonë shumë dhe ishim me financa tepër keq, ndërkohë që shumica dërmuesa atyre që erdhën në lëvizje, bëhet fjalë për vjeshtën e vitit 2010, ishin të varfër e të papunë. Prandaj në atë moment po e kam shitur dhe kam mjetët që i kam fitu prej asaj, 70.000 euro, ja kam dhënë lëvizjen e nos. Çfarë marrëdhënie keni me paranë, Zoti Kurti? Çfarë është për ju, çfarë përfaqëson? Po nuk kam marrëdhënie në kuptimin siç ma gjepsen e njerëzit e fetishizojnë paranë e kështu me radhë. Mendoj që kjo vjen edhe për shkak të jetës që e kam pasur, prekupimet e mia politike, si me thonë, prirjet kulturore nuk më shtyn ka ajo, dhe shpeshherë politikanë të cilët në Kosovë, jo që kanë para sa kanë nevojë, po kanë para aq sa s'do të mund të shfrytëzojnë asnjëherë, më duken disi edhe banale. Nuk është vetëm që janë kriminale, po janë edhe banale. E kemi liruar me sa duket fantazinë e qytetarëve që po na shkruajnë se thonë pse nuk jeni i martuar, a do të merrni një nuse nga Tirana, jo për gjë, po do t'i kontribuonte, do të ishte simbolike mirë për bashkimin me Shqipërinë. Po besoj që do të martohem, por edhe kësaj vije koha, ama megjithatë mendoj se po them edhe një herë, bashkimin kombëtar do të më kuptoj më politikisht se kulturalisht, biologjikisht. Bile mendoj se nëse mund shtoj diçka këtu shumë të rëndësishme, bashkimi kombëtar demokratizon kombin tonë. E shihni tash se si jemi ndarë në lokalizma, edhe këtu në Shqipëri, po edhe në Kosovë thonë Llap, Drenicë, Dugaxhene kështu me radhë. Po të bëheshim një shtet me 7 milion, atëherë do të zhdukej nepotizmi. Institucionet shtetërore kosovare i karakterizojnë nepotizmi. Kemi një lloj kthimi të feudalizmit dhe baraktarizmit. Dhe për ta eliminuar këtë, normalisht që 7 milion në një shtet do të ishte shumë më mirë dhe do të kishte më shumë demokraci. Edhe në botë është dëshmuar që te kombet më të mëdha kemi demokraci më të qëndrueshme atëherë kur ajo instalohet. Kam 2 pyetje të fundit. Ju e përmendët pak më herët përsa i takon bashkëpunimit që ju keni me PDI-un, ndoshta edhe me Aleancën Kuqezi, ata nuk e kanë në asnjë moment nuk kanë nguruar dalin publikisht në mbështetje tuaj, po a keni një bashkëpunim konkret dhe çfarë mund të bënte një parti që është e përfaqësuar në parlament aktualisht për çështjen kombëtare, për çështjen patriotike?
besoj që është shumë e rëndësishme që të ngritet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të ngritën sa më shumë tema për debate që kanë të bëjnë me çështjet në Kosovë. Nuk e keni idenë që është në Serbi, sa herë që atje mbahen seancat plenare të kuvendit të tyre, ngritën tema për Kosovën dhe diskutojnë për orë të tëra. Nëse Serbia diskuton 1 orë për Kosovën, Shqipëria duhet të diskutoj 10 orë për Kosovën. Dhe besoj që kjo do të mund të bëjë shumë në Kuvendin e Shqipërisë, por kjo barë natyrisht nuk do duhet i binte vetëm zotërish Shpëtimi Drizi nga PDU-ja, po edhe subjekteve tjera, sepse ato besoj që e konsiderojnë Kosovën shqiptare dhe e konsiderojnë shqiptarët një këmbë. Po me zotin Spahiu, shikoni një mënyrë bashkëpunimi si mund kontribuoni? Po, kemi pasur edhe komunikime, bashkëpunime në të kaluarën kryesisht për festat kombëtare. Po të ardhmen? Po të ardhmen, gjithsesi. Mendoj që në përgjithësi frima kombëtare tek shqiptarët është duke u ngritur, edhe kjo është e domosdoshme tash kur ka një lloj kthimi te kombi dhe të shteti pas le të themi krizës globale financiare, sepse kozmopolitanizmi është shumë në modë atëherë kur ka mirëqenie. Kur ka krizë, secili kthehet në shtëpinë e vet, dhe mendoj që edhe ne shqiptarët duhet ta forsojmë shtëpinë tonë. Por ajo çka unë dua të tërheq vërejtjen edhe një herë është se kombi nuk është vetëm flamuri, hymni, folklori, kultura, gjuha, poshtë, ekonomia, mirëqenia, sepse nuk mund ta bëjmë bashkimin kombëtar duke i lënë qytetarët shqiptar përjetësisht të varfër. Pra, ne duhet të kemi edhe mirëqenie për shqiptarët, sepse vetëm kësaj me të vërtet jemi duke u përkujdesur për kombin. Pasuritë kombëtare, publike, janë pjesë e patjetërsueshme e kombit dhe kështu duhet trajtohen. Prandaj edhe inkurajoj gjitha subjektet që merren me çështjen kombëtare që të mos e lënë anash dimensionin socioekonomik e të merren vetëm atë, le të themi, kulturore simbolike. Patriotike. Kam një pyetje të fundit dhe kam me qenë se jemi në shtëpinë tonë. Ora News javën tjetër bën 5 vjeç, feston 5 vjetorin. Biseduam pak më herët, ju e përcjellnin në Kosovë, të shumë në numër fakt e përcjellnin. A keni një mesazh për Ora Newsin dhe për gjithë teleshikuesit e saj? Urime ditëlindjen që në keni më të moshuar se pavarësia e Kosovës. Domethënë, pavarësia e Kosovës me 17 shkurt i bën vetëm 4 vjet dhe e di që ndjeket me shumë interesim edhe në Kosovë Ora News, është televizion i respektuar dhe ju dëshiroj shumë sukses në të ardhmen. Albin Kurti, faleminderit që ishe sonte në Tonight. Shumë faleminderit edhe juve. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtë intervistë me liderin e vetëvendosjes në Kosovë, zotin Albin Kurti. Ju falenderoj, ju kërkoj ndjesë, nuk mund të lexoja shumë nga mesazhet tuaja, do të përpiqemi të kemi një emision tjetër për t'i adresuar të gjitha ato pyetje. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.